Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akurios TV. Jemi në emisionin ku vjen këtë të martë. Siç që kam thënë, për ditë martë do t'i kemi emisionin pak më fluid. Ndërsa bisedat do t'i kemi ditën e premte. Do sillim kryesisht reportazhe, domethënë do të jenë emisione të bëra në terren. Nganjëherë nuk është teknika e duhur, gjithsesi është atmosfera, është terreni i këndshëm, i bukur, janë njerëzit, kryesisht njerëzit punëtor, ato modelin ne do të sjellim. Kësaj radhe kemi diçka shumë bukur që është realizuar në Verë, në bjeshkët e Monellës, me një nga bletarët më ikonik të Mirditës, që është Tonin Gjoka, nga Fani. Kemi shtektuar nga shtëpia e tij që është afër qenës së Fanit dhe deri në Monellë në një rrugë shumë të mundimshme, por kemi parasysh që ai ka 7 parqe me bletë. 2 prej tyre janë atje sipër te bjeshka e Monellës. Ndiqni këtë reportazh shumë interesant për të kuptuar se si janë njerëz të punës, vetmohues, të jashtëzakonshëm, specialistë mirë, profesionistë mirë dhe që mbi gjitha popullojnë edhe malet. Ndiqni këtë pjesë. E kam nisë sot ditën me Tonin Gjokën, tu në Fan. Kam marrë pak me vëndesë, kështu shohet herë. Nga ora 6:30. 6:30. 6:30. A del ke bledet a ku del mos po? Ja bën një Ke punë profesionim, ke blet, baj punë të vogla. Ke bledet. Shikon në Fan, sa hyna këtu domun ku t'jep një ngrohtësi, është oksigjen. E pranoj, po ky është mjeshtri i bledës dhe ka shumë parqe, kështu që sot do flasim për bledet bashkë. Ta gjithkohë. Mirë. Po ta pimi kafe. Po të pim kafe në mëngjesit. Pastaj Po nisem shtet, direkt. pyesim si jemi, si shkojmë Po një shumë. tjetër. Ku do shkojmë? Ku do shkojmë? Monell. Në Monell, do i bim ti. Po. Nga Domzhori në Monell, se ti Si ke për Domzhorit, po, aty ke një park, vjet. 2 parqe. Janë 2 parqe aty. Okej, shkojmë të shohim. E 2 tjera poshtë, 2 ku janë poshtë 2? në fshat të Monell. Janë aty në Domzhor. Ato që do shkojmë të shohim, atje janë më të marrë. 4 parqe. Thot ky më Ky është latifondist bletsh. Ja ta ndjekë. Ja, komplimentim. Shit kjo rruga këtu shumë. Dhe për Domzhor, po Domzhori. Domzhori është fshati më i organizuar sot në Fan, është fshati që janë njerëz punëtor dhe njerëz bujar dhe janë njerëz që punojnë. Merren më shumë me grupë dhënie dhe me punë private, profesionale. Dhe ka të gjë Domzhori ka kurrën e pamfre dhe ka lënë antini atje. Domzhori ka kurrën e cila është bujësillësi i parë në Ballkan, që ka ndërtuar para 2000 vite. Pra që t'je për kuptu që është një fshat që ka një prejardhët hershme qytetërimit. Se gjithë këtë tërë domethënë që një qytet e hershme. Absolutisht. Që gjuaj se edhe vetë bleta, se pranë bleta, nuk e di sa kohë mund të ketë pas bleta. Apo mund të ketë qenë që për historia, që kur është zhvilluar. Për bletën flitet që pani e thonë që bleta vdes, sepse thonë e ka pegun atë kohë Krishti, se kishte duke fletë shumë dhe shkoj një gjarë për ta kafshu, me po në sekundin e funit, në sekundin e aty, shkoj një mis bleta dhe e kafshon Krishtin, dhe i nxjerr zhumrin dhe shpëton nga gjarëpi dhe për asaj dite sot, bleta thotë vdes. Asi lloj regjimi, edhe asnjëri në botë nuk thotë që i vartë pra insekta, aq vlerat të mëdha ka krahasuar me njeriu. Edhe vetë për prodhimin që ka, e vlerat e mëdha që ka si tip. Ky është pasion i fëmijërisë jote, ha? Unë jam gjithë jetën, jam marrë të jetën. Pra gjithë jetën, do të thotë sa vite? Që një vjeç, që 2 vjeç jam banë. Që 2 vjeç do të ka pasysh baba. Po. Dhe i kemi jetuar me to. E keni këtë familja juaj si familje. Se ti je këtu nga unë jam nga fshati Petosh. Petosh, do shkojmë Petosh, dhe ke shtëpi për Thena, do shkojmë pak të flasim me shtëpia. Po. Okej. E kisha marrë. Jam marrë gjithë jetën me to. Dhe bleta ka i problem që po fute në botën e bletës. Është sport. Sport. Por gjëja më me vlerë që ka bleta është një gjë antistresi më i madh që mund të jetë në këtë botë. Antistres. Në momentin që futet hapi shikosh e bletën, fillon të shvillosh nga sistemi, nga problemet që mund të kesh. Që të rrethojnë. Po kthehemi tani për Domzhor. Ne kthehemi për Domzhor. E sa bukur, është shumë për vendin tonë. Sa i kanë mbjellë krejt këto, ja. Shtëpia të bukur atje. Po, është fshati
me popullu, këtu po i ka edhe kushtet me asfalt e Me gjitha. Me gjitha. Lumin afër. lumin afër. Ka rëndësi. Ashtë tokë shumë pjellore. Shumë pjellore, po. Ka rëndësi shumë lumi që t'jenë prezent në ujnë e tyre, qoftë edhe për bletën, mirë për bujqësi. Për të gjitha. Se do flasim për punën e ujnë atje, për bletën. Ashtë një gjonë që unë se kam pyet për shembull, kujtimin, kam bërë disa biseda me tjerë, po s'kam pyet për punën e ujnë. Kështu që ty do të pyes si funksionon, edhe mbijesh si funksionon, domethënë ajo shurja e etjes të bletës. Bleta ka të mosdosh me ujnë, ta ketë sa marë. Okej, do flasim atje. Dakor? Okej, është dhe në rrugë. Është dhe fshirë, ja. Një mrekulli sot me Tonin Gjogën, ikona e fanit. Këto kthesat e Domzhonit. E atje sipër të dalim, ha? A mund Shiko është ja. shkambit. E i rrës shkamit atje Unë rrës sipër. shkamit. Shih një pak pra që ta 2000 kuptoni metra, këtë. 2000 metra mbi nivelitetit. 2000 metra mbi Do nivelin gjirë dalim me Tonin. Edhe ja. As që kam Tonin, mi jep kësaj makinës. Kjo makinë del sa është me goma shumë të larta. Këto që e shoh. makina që janë 4x4 Po. dhe janë të larta, kështu që sepse rruga atje kuptohet se është nëpërmal rrugë e vështirë. Okej, ja. Edhe herë na shfaqet Monella. Vendi zotit më vendi bekuar. Pra ne flasim në duhet praktikë ky vend. E Tonini ka një kontribut jashtëzakonshëm në fakti që çon blet atje, domethënë duket sikur ma gjithë fshatin tonë në kam. Ja. Ka një rrugë është e pasfaktuar. Po është për darkesh, se a një fshat që a fshat shumë putor dhe a fshat që jetojnë një pjesë e mirë, për sa rrugë ka nget pa u asfaltuar. Është për darkesh që shteti nuk vendor në këtë problem. Ka shumë tana. Në fakt gjithçka bëhet tonë këtë vend. Gjithçka po. Gjithçka bëhet, ja. Ja fshati më punëtor. Fshat punëtor, po. Punimi i mureve është shumë interesant. Gjithë muret me kur. Këso kushte. Baj një jetë shumë normale. Ky marr rrugën shumë këtu. Po mirë baj shumë. Është shqyqe I të bashkisë. Ja ti thënë Bert, ja ko kem punte. Ne kam punë, Ashtu. ky djalë shumë punëtor. Bravo, bravo. E ti marr rrugën në Shumë silme, bravo. Po, ja. Rruga shumë e bukur kështu. E thënë drejti nga herë, okay, asfalti duhet, por nga herë duhet sikur këto janë rrugë më bio ti. Jo, po. Ashtë gjina, ki fshat meriton asfalt. Pa ne aty në qenë, po. Pa tjetër. A janë duke punu në bletët tani, jo? Po, qëtish po. Ha? Tani? Vazhdojnë që, a Gjithmonë. pas fmi, ja prit fmi. I fshat ka fmi, fshat Ka gjallëri. Ja, po i shoh të fmi dhe vejtë këtu. Unë knaqëm shumë të shoh fmi fshat. Ja, qendra fshat. Qendra fshatit do të qënë. Domzhoni, ato është simboli i burit. Ja, mirë se vinin Domzhon. Edhe është një terë i vjetër, kam folë për të Ashtë origjina e thjeshtës. Origjina fisës sot, po. Sepse besniku e bën gjersh paci, jo gjersh fishta. Ai Paci, origjina paci është. Po pra, paci. Ja ku jemi shihni ai. Po kujtim ke qënë ke kurra ti? Torin ke edhe këtu poshtë bleti. Po. Po, atë t'i shohim mbrapa gatim. Po s'mer si poshtë i shojmë. I shohim dhe ato. Po. Po mirë, a rrinë më mirë ka poshtë apo që sipër? Tash si pas timës. Si pas tijas, okej. I bëjmë ndaj tute burra e Domzhonit. Se ka gjë shumë veçantë. Do më thënë, unë e mendoj që parqet e bletëve një farë mënyrë janë një lloj atraksioni. Edhe njerëzit edhe kënaqen domethënë që ti mund ta vizitosh edhe. Mirë, po kjo të veçantë që ka Domzhoni është se ka shumë atraksione trashëgimore. Pra përveç malit, përveç gjëra që mund të shohësh atje, mund të shohësh pra ne mi ndal tute burra e Domzhonit.
me Torinin ke Gura Domgjorit. Ja. Po këtu du t'ishte një sinjalistik o Tonin. Du t'a kishte vu dikush. I gabimi jashtë po. Ata që e kanë bërë. Ndërtimi i kësaj është bë me lesh delje dhe me vezë. Edhe me vezë. Pra që të mbijetoje çdo lloj kohe. Falë kësaj është bërë një koreografi me Angelina Lekën, edhe kanë qenë vallëtarët e fanit. Pra kjo pak është mbledhja Mark Pasi me këta që kanë qenë tu, dhe është një gjë shumë e bukur dhe kam shumë shqip t'ja u sjell një moment kur Festivali i Gjirokastës në 1988 është sjell Gura Domgjorit, Gura e Lartë, Vallja e Gurës Lashtë. Ka qenë shumë e bukur. Por ajo që them vazhdimisht që ne kemi një pasuri shumë të madhe dhe nuk vem thjesht një sinjalistik ose një tabel tu ku të shkruhet shqip dhe anglisht, se çfarë përfaqëson, çfarë është, edhe kushdo që vjen e lexon aty dhe e viziton. E dyta që du të them, tu nxjerr shumë ujë aty. Dakor. A ndikon uji, domethënë ndikon ke bletet, në këtë rast a ndjen mirë me këtë ujë, jo me këtë ujë. Me këtë ujë, ato që janë tu rreth e përqark, kuptohet? Po, që ashtu. Pra është uji i Zotit. Domethënë po lidhim shumë lashësinë. E se unë gjithmonë se më thaj fjalë gjanë shumë. Ky është ujësiellsi më i pari, më i vjetri i Ballkanit. Që tregon pra që ka qenë një zonë me kulturë të lashtë. A duhet ketë pas blet, domethënë, gjithkohën që është po kjo? Okej. Ja pra se ne do të lidhim pak edhe historinë, edhe bletarin, po ta lidhim pak edhe me historinë e lashtë. Okej, vazhdojmë Toni, vazhdojmë për anë sipër. Për monedë. Hajde. Këto janë mjeshtat e gurit, a? Janë mjeshtat e gurit. Po, sa bura punon guri. Janë punime të rralla që mund t'i shohësh në Shqipëri. Pak rrugë e vështirë kjo, që ka lezet. Da, atë vëton si makinat rrelli. Pilotën e kemi të mirë. Për shofer. Se disa herë ke bën këtë rrugë të një, ha? Po syore. Ja pa e qujt punë letë, punë e bletë. Orë është shumë vështirë. Vetëm me marrë këtë rrugën. Ka sakrificë. Sakrificë absolutisht, ja. Ja shqidhje e si janë Një nga bimi vogën e bota, shqi u prish. Ha? Prish makinën, një nga bimi vogën. Po. Shaj së të gashë. Pra imi tu në gjitë për monel. Është rrugë që vetëm një makinë e tillë 4x4. 4x4 gjithë dhe sipër. Shi, ja pëtore, ja shi, që si janë rrugë, shi, ja. Se si jam të nda filmimin, që ta kuptoni se sa vështirë, po është edhe bukur me të drejtin që. Ja, shini për shemë këtë pamje. Ujë, Gjerman, një nga shtetet e përëndimit me motorra, Vinë me motorra, po, me ato normal. Më pindava këtë filmimje për të thënë një fakt, domethënë që kur e merr një mjaltin, kur e bleni mjaltin, do të kuptoni se sa love ka ai që i mirëmbajnë bashkët e bletëve. Tonin, shiko vëllai, kjo rrugë është shumë e vështirë, po bletët si i pjetë deri kanë ti. Unë i me kabiurat të mëj, Po, por ata e nusadar, ata që i ngrasin makinëve, i vinë me shumë kujdes. po, dhe nuk ecën me shpejtësi, ja? Ja, me këtë shpejtësi. Ose që do të thotë me bo me hec me këtë shpejtësi? I damton të gjitha ato vezore që i kanë shumë për 2-3 ditë dhe bleta, pastaj mbaroi, s'pa forcë më. Pra dëmtojnë vezoret. Po, absolutisht. Punin ato nga pozicioni që i ka help për të. A shiti pra. E te kujtimi këtë. Po pra, shiti pra dhe i herë. Me qa kujdesi pra nëse nuk e njeh bletën mirë. Ja fut rumpalla, kupton ti. Çfarë ti bën tani këtu? 4x4. 4x4, prit, ja. Se e kemi mamalore më? Ha? As kim fillu halo, më duket, ha? Jo, ta. Ha? Unë kujtoha se e marum këtë sfilitje kësho. Që? Opa, a shqitni mo, shqitni. Ja, shqitni. A jemi ndurë sigurta? Kujtimo? Sigurta.
A kujtim? A imi në dorë të sigurta jo, më kujtim? Kujdimi afrikoj qik, Pak frika po, se thot ky si bje menja mi shu blet ka shlart, a? Ja, shërban të s'ka. Rrug lufta ta man jashtë. Do të rinë klasin për një gjanë, se për shok pyjet shumë. Jo, a që një dhe shumë komplet me pyet që nga... Edhe atjes Komplet. janë prej, janë djek, Shida e prej. janë prej, atje. Pra shkimi nga 90-a, te janë prej. Për para, Janë prej. s'ka pas asi prej. Kur shok pyjet shumë, edhe shok kur vjen plaka nga Rivërtesi. Çfarë do të vjen kur vjen plaka? Shida do të mdoj. Të mdon blet. Dhe kjo është, dhe shiko, është një lloj mallkimi më blet, dhe kur ne themi bleta vdes. Tash i kjesë që vjen zjarë, Po pra ata që vjen zjarri. ata në kjesë, që s'mund t'i thosim në kategorinë e njerëzve. Absolutisht, sepse Logjikisht. edhe qoftë për bletën, edhe për baktinë, edhe për njërë, ka shumë rëndësi të më mali. Mbahet mali, se mali ka filluar të ripërtri vetë. Ky ka qenë një normalet më të pasura për lanë drusore. Për lanë drusore që ka pas. Në gjithë mjetita, mali më i madhi, më i theksuar. Por ashtu zonë pa kriter, ashtu s'ka ma. Pra jemi të unë qita tje, ja. Tje të në qita të një? Te i lartë, Tje i lartë ripim te, ja? po, te. Kush të doje me bërë turizmin aventurës, mund të vijë këtyre rrugëve, se vinë të huj, vinë, nuk Po përtoj. vinë me motorë, vinë Motorë me tjerë. me qipa, me Edhe shkallë, pse jo, të shohin edhe se si mund Majt Malit ka park bletësh. A, Tonin? 2 metra, vini vetë leta kollatë. Bleta kullat, ha? Po. Bravo. Jemi mundel të lartë me makinë të Toninit, e ne ti Po. pa kuj që më të nxerë, kjo. Është goxha e vështirë, do. Shiko, o Tonin, më bëjnë shumë përshtypje këto tubat. E marrin fshati pra, fshatar, nga mali, maja malit e qyra tjetër. Pa ka ujë shumë atje? Ka ujë shumë atje. Jo, a shohim venin kur shkem aty, Po jo? të shkojmë këaj parku tjetër. Po. Ku ke parkun tjetër? Kam pak më të tej. Po sa parçe Dy parçe kam këtu. 2 parçe i ke pru Majt Malit? Po më. Ç'do do? Ha? Mjalti do të vinë të bëj. Si kemi pritim me veti. Ha, Mjalti është më të mali do po. o Xhexmarku. Aha. Sa më lart është më bio Xhexhan. Është shumë interesante. Po kështu është e pasër kjo me kullot? Po me kullot është pas. Aha. Tash i moroj se është funi i kushtit dhe ka thatësirë. A fillimi i kushtit ka thatësirë se po t'ishte nga në muajin maj, qershor, Qershor, po. do aknaqësime të. Është nësi, po. Kjo vend shumë i bukur, kjo normal është pak trishtim kur shoh që është Rruga vështirë. Rruga Ju gjeni zonë foshë keni E pak. po ne kemi mësuar sa kush, ja. Kemi ardhur me këtë. Harush Maler, çka kjo Harush? Ja. Ja, si është makina e këtij Toninit. Edhe aty më të marr ujë. Ja, të marrë ujë aty. Kujdes ore. Çka i shkon këtu, nipi i Toninit, i shkon shumë çka. Çka e sa lezet ka mi pru fëmitur mal. A shumë bukur, domethënë, hikni a jeta e qytetit aty frikacak. Dalim ha. I kam bashtën 2 bletarë. Tonini me kujtimin. Ti ke familjen dush. Ti ke jetë ti me gotem, sa i ke ti me mjot. 0. Ai matata mori sepsa ti ma. Po, dhe spjegim atje si. Tani do të thënë po afrona, ha? Po afrojnë ama e smoj. Ajo është moja modelës, ja. Si është, ja. Pamjet janë impozante, punat me ardhje këtu do të pak që ti shijosh.
lollin e Toninit, që do thotë mu marrë me blet. Nuk është prallë. Jo, po, s'është e lehtë fare. Jo s'është fare e lehtë që thes mas these. I bëjmë një tjetër këtu me Toninin. Pa, ajo ma tonë ku të qënë e rruga? Ajo është kam parku tjetër atje ma thonë. Do shkim të shojmë dhe, pa tjetër, pa, shqit parku tjetër. Tashi këtu. Mos të Është timi të gjiroj. sigurt. Jemi në rregull është. Unë 200 metrë flehodhëm. Dolim nga situata vështirë. Ja po, se kisha menduar që i ke dhe këtu si për fare. Ja pra këtu në këto rrugë kaq vështira, ka shënzu ky fshat i poshtë në ndrysore. Po, nuk janë lodh do me Pra, thënë. jo, shqishar sakrifice kanë bërë. Po, me Të futesh në këto variante, me makina me ngarkesë. Po, makina me ngarkesë me trupa. 12 me trupa, trupa Po, heroj. janë heroj, janë njerëz. Heroj do. Po, si shoh. Ja, por sinqerisht është domun. Ja na shfaqet parku i Bletit tani këtu, që ka sjell Tonin. Shita jam. Pasa punu derriegër. Si derriegër. Si derriegër si ka punu. Ja. Derriegër është i rrezikshëm për Bletët? Jo, nuk i ngasmon fare. Vetëm Ariu i ngasmon. Po, se do ma shpjegosh punën e Ariut. Ma shpjegosh. Ja, ku është parku, ja. S'ka njëri këtu, ha? Njëri në potë. I le vetëm këtu ti? Kam kamerat. Ja, si kam kamerat, kjo që i shohin dhe kamerat, së shi. E parku, mu më pas shumë përshtypja. Gjithë këtë rrugë që bëm, ka dhe i ka pru këtë Tonini. A gjanë shumë e rratë, gjanë të shatë. Gjithë këtë parku që është, do t'a pysë për disa gjana specifike, një park majtë modelës, një park Bletësh, majtë modelës. Mënyra se si funksionon. Unë me idenë se gjithmonë arri ideja që ke Bletët do vim gjamë një roje këtu, këtu s'ka roje as gjanë. Atëherë në pikpamjen e rojës do të pyes Tonin se si është puna. Është kamera atje, shi atje më e Ku është kamera? Shi a shikoj ata do. Ke ky ahu atje kamera. Te ky ahu këtu? Shi, O po, ai atje. ja ka është kamera. Ja. Ja ku ka bën kamera ti Tonin. Shiko, Tonin do të thënë ti i ruan me kamerë këto. I ruaj me kamerë. Po. Jo me prim që pat këtu i kontrolloj me anë të kamerës. Çdo gjë. Për shembull nëse do vjen Ariu. Po. E godet në një koshere, të nesër vim pastaj nuk e lejmë me hy këtu mana. Po si nuk e lejoni? Çfarë bani? Po i japim sinjale se. Okej, po mira, Arit për shembull Ariu ka çfarë tendencë ka Ariu? tashi kur ato janë afër fshatit, po pak më vonë dalin në gjitën lart. Dhe kur gjitën lart, në momentin që i shohin Blet të dinë ato që e vërsulin të mjallin. Se Po gjithmonë dhe ka një metodë që njerëzit se besojnë dot, po unë e kam pa se pak të që vit kanë ngërë nga dy copë. I peshojnë tamam si një ju, ajo që ka peshë të malë, të rëndon. E peshon E merë Ariu. këtu, e shposton një 10 metra, vazhdon Ariu, e ka fshën edhe. E marrën si Blet. E marrën si Blet. Pa marrën si Blet, se shumë. janë të gjithë njëntin, deri sa ta lodhin mizat e Bletës duke e kafshu, duke nga Ariu. Ajo është problemi. Sa Blet janë këtu? Këtu janë 80 kosherë, një park. Një park, 80 Po. kosherë. Ndërkohë 80 tjera Se janë aty. parku, Po. Gjergjmarku është 70, do t'jetë parku. Në distancë me parqet tjera, 1 kilometër, 1 kilometër gjysmë. Kur nuk ka Blet afërsisht, afër, parku, mund të lihen deri 100 copë, por nuk do t'jetë asnjë Blet më afër se 2000 metra vija aerore tjera. Atëherë, me njëra rregull. tjetër. Në rrugën të kundërt, në momentin që mund nga kollosa, parqet fillojnë të ngrihen, të ngatrohen njëra me tjetrën dhe vazhdojnë vjedhja masive. Është vështirë për bletarin. Çfarë vazhdojnë vjedhja? Vjedhja, Bleta me Blet. Vjedhin Blet njëra tjetër. Po, vjedh një tjetër dhe është problem. Po duhet me ditë këtë sjellje zakonore, domethënë po them jetese, mënyra si Për jetojnë. shembull, kujdimi gjatë bletar, ti shumë mirë se kjo Blet ka sinjale për shembull, nga fëmijë. Kjo e para. Kjo këtu? Po. Shi afrona pak. Po murohet për ta mbrojt. Nga kush mund ta ketë sinjalin e nga smimi? Nga Blet tjera, janë pa ushqim ato, dhe vinë ke Bleta me ushqim shi. Ku e merr vesh ti? Po unë e marr vesh se ja po bën mbrojtje ja.
Cila bën mbrojtje? Bleta vet, bën mbrojtje. Bleta Hajdut është kjo që ka ardhur aty edhe sulmojtë. Po ka një hajdut aty? Po, ka një hajdut aty. Me po si e fort bleta, bie nga fort. Bie, po, okay, shumë e bukur, okay. Dhe po vazhdoj vjedhja të njëra, vazhdojnë në seritë të gjitha. Pastaj, është problem. Ti e ke bë vjelin Kam bë vjelin para 4-5 ditë kështu. Vjelin e parë, një vjel e ke bë? 2 vjele, kam bë një vjele të lehtë përpara, vjelin që ka qenë tamam për mbylljen e sezonit. Tu ke bë e ka po këtu para 4 ditë. Gjithën këtu? Po gjithë më 2 vjele. Me çfarë janë ushqyer këtu? Po janë me ushqim që me lule të ndryshme që marrin majt të këtij mali. Se duhet cilin mal? Mali Munellës. Atje sipër fare më? Se duhet ky mali kështu që është i thepisur, ma tan malit ka gropat e tilla. Janë gropat karstike. Vaja dhe kanë plot lula. Çfarë lulesh kanë? Trumz të ndryshme. Trumz është tash. A shikon ai gjelprimi që duket ta përshkëmbejmë? Po. Gjithë ato trumz. Për shembull, tani bletët janë dy, janë duke janë në kullot atje. Janë në kullot, Dhe sjellin, sjellin çdo kohë, do të sposhojnë. Aha, shumë bukur. Okej, po atë pse na ka pron? Ata do bëjmë një eksperiment tonë tash. Hajde. Ma basil dalë si është atje. Më qartë, më pastër nga që jeton më të malit. Dhe ka i veti, ka i karakteristikë të veçantë bleta. Bleta shkon 500 metra për pjetë kështu, kurse poshtë parkut nuk shkon ma shumë se 100 metra. Pra kollosi gjithmonë e merr nga lart e sjell poshtë. Pra kjo lloj blete që jeton këtu nuk ka lidhje fare me fshatin, pra nuk ka kontakt me bimë bujqësore, me herbicide e gjëra ndryshme. Është gjë bio. Tash i bleta është më e madhe se ajo poshtë dhe më e pastër. Për i kushteve klimatike. Tash si rregull, po kujtim. Çfarë tu bota tani tonin bletët? Tani bleta më shumë nga që është i çik ftohtë, është më shumë pa punë. Është pa punë tani? Po çfarë bën? Lidhet rrin aty? Po ka një rregull kja, sipas punës konsumon. Konsumon. Ma mençim se ne njerëzit. Në ç'kuptim? Kur kjo i mungon ushqimi, konsumon pak. Ha? Ua, si qega. A shikon? Kujtim si duket si blet kujtim. Shkëlqyer fare. E shkëlqyer, ë? Miza më e madhe këtu se. Më e madhe miza. Është më e madhe këtu. Zvoglohet miza, nuk ushqehet poshtë. Miza, bleta ka një gjë. Më e madhe. Ka një gjë të veçantë bleta. Është e pastër. E se kam bletar ekselent këtu tani unë. Po absolutisht. Japin e marrin tani me teoritë filozofike të bletës që kanë këta dy. Ne po kontrollojmë për smunit që mund të ketë, për varatozën. Varatozën, a kanë smunje gjë? E kësaj. S'po del se varatozat do të ishin sipërfaqe, është e pastër. Këtë shërbim ju bën autonin ti kur vjen? Po absolutisht po. I shef gjitha? Të gjitha i kontrolloj. Një për një, ë? Jo, kontrolloj për shembull disa prej këtyre. Disa dhe e shoh gjendjen se si është. Ja ta marr sa blet ka shik jashtë. Po thashtë të gjën ata. Ta kupton. Ç'a do më gjë? Mbretëreshën e saj. Mbretëreshën pse gjihet? Ke pa herë tjera ti mbretëresh ato gjë? Nuk e di, kam pa te kujtimi. Nuk e di. Po pse do ka mundësi me pa? Po pra. Shive. Që ti? Ja, të marrish vesh se këtu ka vetëm një president, nuk ka dy presidentë. Ashtu, nuk është si në Shqipni që bëhat lamsh. Jo, atjetër. E kemi nevojë për modelin e bletëve. O kujtima? E në këto janë turta si ato tujat? Po. Do ushqen mirë. Mirë, a janë turta, do mu nuk më pickojnë, ajo, ha? S'është amator. T'japim maskë. E pra, a do më pickojnë mua ajo, mo, kujtim? Po t'jen këtë vese, lëm punën e pastaj. Si. Shiko, ky ma ka hek frikën. Tonin ky ka një gjatë veçantë o. Aha. Bletës rasti shërben mara 15 ditëve, kja të një edhe nga pamja, po të një edhe nga dora. Nga dora, të njeh bleta. Vetëm nashe jeme ernat ndryshme pastaj, aja ndryshon. Tani mund të marrë rrogull janë, po hajt. Pa të me shkotnata, kja pjella dimit. Është të dimrë të është. Por me shumë qumë, behet me shumë qumë. E zbarë. Një mrashtu dorës, po. Jam të prit me e gjetë sa ma shpejt e më mlini mu tani në frikën që kam. Po, e zhëm do të po na fshet. Nga që ushtria është në shtëpi. Ushtria? Është në koshere. Afërsisht kjo koshere, sa ushtri ka? Sa mund tjetë? Një blet që është
E mirë, normali ka rreth 80.000 miza. 80.000 mis. Po. Blet, 80.000. Është normali. Normalja, po. Kujtimi mi ka thënë edhe me pesh. Nuk e di sa kishe o kujtim aty, sa më the mu? 1 tonë sa miza, sa më the. Blet, blet. Poli mërgjona profesionale aty, vazhdoni me njëri tjetrin, se më pëlqen kjo lloj bisedesh. Kledja, merr vesh ti Kledi nga Bledi, pa pshit pak mu. Kled. Ha? A merr vesh? Ç'është merr vesh ti? Bravo, ja ke marr dorën. Por i ka me pasion. Kjo është sepse dhe Jati, pra djali i Toninit merret me këtë punë. E kjo trashëgimi është interesant, se nuk e kam vurë në shumë vene o Tonin. Kjo trashëgimia Bledës, e kupton ajo? Po është një sport që kja po more me to ngelesh pastaj, nuk lëviz dot. Pa mal pas se janë shish. E jam pa mos pa kur gjon. Po janë gjauru me këto, po si ngacmove këto s'të ngacmojnë. Po unë nuk i ngacmoj, ma jam qenë i urtur për këto. O kujtim, a nuk i ngacmoj asnjëherë unë, ha? Kur s'ke valde, jo. Po kur kisha telefonin nishe mrapa dhe më thote Jati i kujtimi thotë shiko thotë janë të djeg përmes valve. Ai ke në bojti kujtim ato, me vesha? E rrallë në një. Unë jo. Po mirë është, anim shumë e madhe, kur jam me boj. Kujtim, një ato më njeko kujtim. Ano, ai këtu. Me që marrë një mijë tani vuna këto në maskë. Atëherë ku është ajo që the? Kjo është mama Blec. Cila? Ajo mama. Kjo, këtu. Kjo tani është zvoglu, sepse ndalon pjellshmërinë dhe përgatitet për timroset. Është më e madhe se të tjera. Po kja e kupton që ka marrë sezoni i pjellshmërisë. Dhe fillon i të kurrit parë. Kjo akomodon gjithë ushtrin që ka këtu. Shikë tani, se kur s'ke e men, kështu është, tani unë trim i madhë, tregova trim i madhë unë tani, pa maskë më ka harë mund hunë ja këtu, nja. Edhe nërhyni shpit kujtimi se që të më zanë edhe kështu. E sa duket, prezenca imi është qëtëson, se ata për shumë janë të punu, dhe po nuk i zanë. Djeri ku shkën e kullosin o Tonin? Djeri majt malit? Majt malit dhe matan malit. Edhe matan, po që më thej që janë ato gropat karstike atje. Kjo për shembull ka, kjo ka mjalt, ka kjo? Po shfar i këto hatë. Po pse, po pse do bëmë këtë punë, ma shpikoni pak mu. Që ta velim shumë përzencë, Po? e ta kostisim. Që është marrë, me pak fjallë. Po jo, më hap bletët për mu tani, se s'ka kuptim kjo Jo, punë. por e unë kam njërë shpi, po të ti morin Ha, kukif. Fuqi. shikesh. Ja. Ashe mu e kujtimin s'ta ka fshojnë faro. Jo pra, jo, po unë kur s'marr vesh edhe marr guxim. Sa ma pak dish, ashtë ma trim bashkë di. Prej, Blet. Kjo kur njësë për shemë, ka mjallë 2 kile. 2 kile mjalti ka kja. Pa, kja i ka 2 kile. Tani e shë si nga përgati Po për unë e dime. kujtimi për shemë, që jem bletëris vjetër, Po. me tim se në qërë situata bleta. Dhe sa forcë ka për t'i përballu dimrit. Se që do kemi për Dhe çfarë ndihme mund t'japim kësaj? Si duket tani kjo? Kjo normale, janë normale. Ashtë e përballon dimrin, a? Po, është normale. Plasmasin. Po mirë, shiko, tani ti këtu, për shembull, borë, kur bie mbi 1 metër. Tu, Po, në dimrat e dikush mund të kishte rarë deri 4-5 metra. po e di që ka ra shumë do. Po dhe tash pa 2 metra si dimër nuk ka. Po edhe tani,
Po atëherë ç'a bën me këtë me parkun? Kur e merr prej këtu ti? Do pas 15 ditë lëviz poshtë. E ku e çon? E çoj atje në zonat e Plenishtit, në zonat e Repsit, ku janë zonat më të tunda. Pra e lëviz zorë. Utilizohet prapë bleta. Po atëherë kjo çka si puna atyre verimit edhe dimërimit baktive. Po normal kështu. Ja, dhe bleta ka sistemin e vet. Ledi, ç'a po bën tani këto? Zbras ty si e zbras, pashi? Pa të tash? E hapte, po? Edhe hetu. Pra ti a një bletën? Ha? Ç'a klasi je? 6. Do më hyn klas 6, ha? Te shkolla e fonit, apo? Me çfarë notash je? 9 Me 9-10. Bravo, shumë bukur. A të pëlqen bletaria do të pëlqen? Që kur e ke mësu, që kur ja ke marrë dorën? 5 vjeç? Po për shembull ç'a mund të bësh ti? Ç'a punësh mund të bësh? Me bletën. Ha? Fred, nimshës i shtroj. Si i shtron? Hap kapaku. Po? Po? S'ke frikë fare, ha? Ja, shi, ha? E hap kapakun, po? Edhe, a mund punosh me bletën ti? Po. Ja ke marrë dorë, e njeh mirë, në detaje? Ha? Po, një pak. Frikë që s'ke fare? Ja. Do bash, që ke qetë, a je tipi qeti, ha? Qa hobi ke tjetër? Qa lu? Sport e gjanë, qa bën? Futbol. Futbol lun? Ja, a ka lujt gjyshi, ka lujt futbol dhe herë? Ja. Ja. Bravo qosh, e sa i mirë që është, shive. Qa mërgullia, ja shi qa mërgullia është, Allah. Vërtet vështirë, se erdhë në asaj rrugës ishte skandal fare, por të visht i shërbesh bletës me bekim, është bekim. Ko kishte vënë kamerën, që ko ka kamerën aty, prit ko ka. Ja, ko ka kamerën, se i vëzhgon, po ka kamerën, ja. Në mal. Edhe i shef prej atje, shiko, do t'i them atje, kur të shkrim atje poshtë, do i them mi shift pak. E do i shohim atje, në fan poshtë, do i shohim do më thënë bletët. Ja, për mes saj kamerës. Ka fshtegra dhe ka dhe, sidomos, edhe derat e egrë, shi që kanë bo, ja. Po sa mirë që s'kanë shku dhe pys pak të njën, pëse derat e egrë s'kanë hynë aty. Shi që kanë bo këtu, ja. I kanë fut qelizën. Si ditur në kooperativa që bëjnë qelizën, ata ma ato feqka që kanë, e kanë gry tokën. Tonini, më bëni për shtypje këtë toka e punume. Këto ishte qelizën tokën. Derrat e egra kanë punu. Derrat e egrë, ka shumë këtu, ha? Po ka më e mal 2000 metra mbi nivelitetit. Po. Ka derrat e egrë, ka arush, Po, ka 10 egra. ka këtu, Ky ha? amali veçantë që ka rëqep. Ka rëqebullin, kemi folë për rëqebullin që mbrot nga PPE. Në zjarët e 263-in e Po. kanë sjellë rusht. E kanë hedhë farën e rëqepës. Interesant, edhe tani mbrot nga PPE, është Po. rëqebulli është specie në rrezik në Ballkan. Po, është e veçantë. Po, ka i gjot veçanë se këtu derët shoh që atje s'kanë punu, Jo, nuk hyn Ai kanë frikë? për parkun. Kanë frikë nga ngjyrat e kosherëve. Po, Kurse këto anash punojnë ata se. Punojnë. Duan me nën ato ushqimet që duan ato dhe. tani puna mora masa mbrojtse, Torin, e hara i pisku me këtu ke huna unë. Ha? S'ka pas i qan. Jo, po, jo, ma Jo, i qan veçantë kjo. Është qan mirë sepse Ha. nuk i ka bërë kësën fare. Po, Se 90% që është nuk e është i përshtatshëm për to, dhe sa ta ka fshoje për i përshtrohet trupi dhe i nxjerr probleme. dhe po po. Pa i ba ultrakortena një ndim nuk e përfundon dot. Tani, nëse e lëm këtë pjesë, i të shtu, kemi parku Kemi ke parku tjetër. Ka lënë për me sa i rrugës këtu. Ta drejta tu kënaqa shumë dhe ishte organizuar shumë bukur, ishte organizuar. Fantastike. Tu i përpjek po. Se parku tjetër sa pjetë ka? Ka gati 100 koshera. Gati 100, kemi t'i shohim aty. E qekin shnetsh me pjetë, ha?
Bleda shumë e shëndor. Jo, që ka mirë këtu, që ka Shumë e pastër. Pastër, bravo. Po të shohim se si është parku tjetër, jemi duke ecë mes për mes gjivadheve të famshme të Monetës. Shi çfarë pamje ma gjepse i vitor. Pra shohim që nga mali Zepës atje, ha? Si qa lumi i fanit, këtej janë zona quhet Dobxhan, atje zona Gjuq. Zona e Gjujës, ja shisi janë Zona Gjuq, Shëngjin, Konaj. Konaj, po. Këtej është zona Dobxhan, Klos, Pisak. Pra imagjinoj prekën ku kemi ardhur. Prekë rrugë ku kemi filluar filmimet atje, deri ka majt, Atje poshtë post lumit ja ke duket autostrada. Po ja bësh autostrada ja. Ka një mrekulli është ja. Ja shikoni ja. Thjesht njeriu me ardh ka. Edhe me pa sa i bukur është Domxhoni, është sa i bukur. Ky është fshati i Dobxhanit. Perfekt. Pra jemi duke afru ke parku tjetër tani. E i shohim dhe malin këtu, e shohim më qartë, më mirë. Unë shoh që Ja ku në shfaqet parku i dytë. Që ka më i madh ky, ha? po, Kam duhet ta ke rrethukte. një pjesë a rrethumit, tjetra pa rrethumit. Tani këtu jemi ke parku i dytë. Parku i dytë. Parku i dytë. Që ka i bukur ky parku, shumë i bukur. Po. Ka sa 100 copa. Janë 100 copa, sepse do të kemi zanë shumë. Sa janë 100 copa? 100 copa, po. 100 copa këtu, po 7 vjet ishin atje. 80. 8 vjet atje pa. Edhe 107 vjet këtu. Po. Edhe këto i monitoron ti? Të gjitha. Kush prodhon më shumë? A prodhon ai, a ky këtu? Njësoj nga që është një zonë e tillë, një lloj. Është një zonë. Sepse kjo moja malit, Kjo më e mori këtu sipër, po. a shkëra ato që duken gjërat jeshile, e gjithë ajo zonë është trumc. Trumës. Tashi sa ka filluar të lëzoja. Po. Pra, këtu a vështirësi me ardh këtu, e pa vetë rrugën, po kullosa është dysh. Kullosa është e bukur. zbatja. E kanshme për E ka shumë bashkë. Tani mu më kanë hëngër një atje, Po, edhe po i fuse e gisha. Edhe këto, kam prej. pa më. Janë motor më do. Jo. Ti po se ma tegra se të kujtimit. Po jetojnë mal to, kujdimi ka në fush. Edhe Në fush njerëzit janë më të butë. Janë më të butë. Malit janë një çik më tegër. Po këtu njohin armikun, me sa duket armiku që ke mon. Jo, si armiku ti je do vën do bëj ekspoze për to. Shumë bukur. Ja të bukur. Tani sa Aty ashtu uju, jashtë afër ka. Prit shikot. Mund majet malit të luaj. Ky ujë këtu. Po. Dhe vinë bletët e kanë E kemi sjell për ta ketë sa më afër. ta ketë sa më afër. Po s'ket E të flasim pak për ujin, që të kuptojmë një gjë. Shpesh herë shohim Kjo mali Monellës, si është mal me ujna shumë. ka ujëra shumë. Është mal i pasur me ujna. Ndërsa ai mali atje më tonë Zepa, që kemi malin ton, ai është shumë i thatë. Ai është problemi aty. Ose ky është shumë më i bollshëm me ujë. Po sepse bleta e don ujin. Bleta don ujin. Ka të nevojshme me pas afër? Po normal. Sa afër? Dëshira e saj është deri në 200 metra. Deri 200 metra. Sepse aja nga që bleta merr ujë për të shoh për të furnizuar zogun e ri. Po. Sepse organizimi i bletës, që bleta e re që del nga foleja, javën e parë aja nuk aktivizohet në punë jashtë kosherës. Aja ushqyet nga bletët e vjetra, që janë moshe më madhe, ato vetëm kur vjeri bleta me shkërku ushqimin e ban punë të vogla ndipse. Tamam siç njeriu që fëmijën e vogël nuk e aktivizon punë, si të bëjë moshën aktivizohet punë. Te ke vile dhe këte? Po, ki vetë. Kush kam dhënë për shumë provim? Këto që ke këtu, apo s'do shohim në poshtë atje këto gjë? Jo, ato kanë dhënë më pak. Këto nuk është më i pasur mali vetëm se ka vërtetësi të mëdha. Po, edhe mjati është më i mirë besoj. Jo, po s'ka kontakt me bimë bujqësore. Kjo bujqësore, është s'ka ku ka shkop mjalti më si më të lartë se kjo. Okej. Si do duken bletët e Toninit? Mrekulli fare. Mrekulli, edhe ambienti fantastik këtu. Panoramë speciale. Mjedisi jashtë, ë? Gjithçka flet, gjithçka. Gjithçka flet. Po është një mrekulli. Okej, o Tonin të lumshin dur do të thamun kaq, bravo. Jo, falenderoj. Edhe është sakrificë me ardhi këtu, ne e provuam të rrugës thjesht që erdhëm një herë
Imagjino të vish vazhdimisht. Sa herë vjen ti këtu? Paktën një herë, 2 herë në javë. 2 herë në javë vjen. Po. Edhe i merr gjitha në përdor? Po jo gjitha marrin pjesërisht, për shembull, se gjitha nuk mbulon dot. Po. Po duke marrë 4-5 sope, e dim ne që jemi lojtarë të vjetër, e dim se si janë situata e atij pak. Po, sepse që ka shumë rëndësi eksperjenca. Do të ti sa vite u bën ti që merresh me Unë gjithë jetën, 62 vjet. 62 vjeç. Më thaj që është 2 vjeç ti ke filluar të marr me bledhet. Një mrekulli. Edhe këtu është impozante kjo pamje, është fantastike. Në fakt e di që ti më ke pas ftu ka herë për me bëj plan të bukur këtu. Ka pasi program krejt ndryshe, sepse në Behar është krejt ma ndryshe se tash. Okej, se do më shosh disa pamje që ti shohim se si ka qenë Behar këtu. Behari ka krejt ndryshe tash, është çik ma e vyshkun. Po, e bukur. Në kohë që du të bëj një pyetje tjetër, unë shoh këtu, për shembull këtu ka qenë stan ky këtu? Po stan. Ka qenë stan. Tani nuk E ka ndërtuar një nga fshati të Mqenë, është djalë punëtore. Po. Këtu përbile ka punu dhe ka prodhu patate shqip këtu. Tu, ha? Po dhe kumguj. Shije, interesant. Patatja ka qenë, kuptohet, patatja është shumë cilësore. Shiko, gjithë rrugën që bëm, unë nuk dëgjova asnjë zile baktie. Këtu është eliminuar emri i baktisë. Është eliminuar këtë mal? Ashtë për të keq, sepse unë mbaj mend në kohën e kooperativës bujqësore ka qenë një zot veterinar e nxjerrshin lopët e viçat e kooperativës bujqësore këtu lart. Dhe si thoshte ai, Lazardeti quhej. Po, e po. Edhe mund ta pyesin njerëzit. Po, e njoh. Thoshte ne i peshoshim çdo ditë në kanar me vang ato viçat 800 gram mish grëndën ditë viçit. Shtonte nga kollosa e madhe që ka këtu. Po dhe është kollos me vlera. Edhe këtu është fatkeqësi faktikisht. Mos ketë asnjë. Fatkeqësi po kjo është. Nuk e kuptoj se si do shkojë pjesa. Po, nuk është normale, as pak normale. Se pjesa tjetër mund të thënë që është nga zona e Spaqit dhe nga zona e Gjizhës. Ka dektoria atje. Janë një dy tre. Kjo s'ka fare. Po, unë intervistë kemi bërë. Stanet ka qenë gjaja më interesante. Dhe një mirëditë e dytë gjithmonë ka qenë në përstane. Një mirëditë e dytë. Po thotë gjitha bjeshkët. Normal kanë qenë. Ja ku do pak më rënë. Ja. Po ska sobën, 20 jarë, janë kravatë këtu. soba këtu, shihja, ja. Soba, kravatet atje, tu për shembull për mull ndarga. Po, për nga ndarga dhe tregat këtu. E, shumë, do man ti vjen këtu, ha? Po, vjen këtu. Vjen Në kohën kur Velnjani futemi këtu dhe ham ushqimit bashkë me punëtorë që sa ditë të kushton ndjelja e mjalit, për shembull? 2 ditë radhës. 2 ditë radhës këtu dhe atje, ha? Po, 2 ditë këtu, 2 atje. E 2, 4 ditë. Domethënë 4 ditë vjen flet këtu ti. Po. A ndjesh mirë këtu? Nuk. Se këtu duhet ketë Jordana. Ka Jordana pakania. Ka Jordani dhe ja po është Jordani. Ej, Stanet. Stanet ja është historia jonë në Stanet, historia jonë në Stanet. Po unë nuk e kuptoj fare çfarë du unë Shqipërinë evropiane. Çfarë du kur unë zbraz malet e mia. Zhdukem nga gjëra që mi ka dhënë Perënia dhe Zoti. Dhe që këtu të parë ta na kanë maj, na kanë rrit. Prandaj është një apel për këtu e bora unë shfrytëzova rastin e Munedhës, rastin e Toninit, e thashë e përgëzoj shumë Toninin absolutisht për faktin që Tonin
ti dashje pa dashje e bën Monellën me jetë. Pra i ke dhënë jetë Monellës përmes bletëve tuaja, nuk janë thjesht sa kosherë bletë që ke pruti, po i ke sjell jetë dhe ke bërë të populluar Monellën. Tu nga Monella me Tonin Gjogën, mikun tim nga fal. Këtë luljen e veçantë. E ka kjo zonë kjo këtu, ha? Ma si ka rashi, ka këtë ngjyrën Leila. Mu është si nga fan tash, unë nuk e një doktoresh që ka studiuar në Austri, ka studiuar për bimësin dhe për lulet, dhe thot ka një lulet të veçantë, asnjë mal nuk ka në Shqipëri, një lulet të veçantë në Mali Monellës. Po, është kjo, mund të jetë kjo? Po, nuk e di, unë nuk e di. Ta them se duhet me fol me pasat shëndosh të kështu. Dhe ajo kërkon mjallë nga Mali Monellës. Po, shumë. Po thot, shishi jo këdim që. Ashtë në pasur përsa po namin. Kush ka bo namin? Shriu që ka... Shriu e ka gjarru. Të gjitha lulem janë mjeldhënëse. Janë mjeldhënëse këto, ha? Ka të me buksin ato. Aty duke vjel të kornizat. Bleta i Gjeshmarku ka, veti ka një organizim të tillë, sa e studion kohën për 6 muaj ma shumë rradha se çfarë kohë do të jetë dhe çfarë ushqimesh mund të ketë. Dhe a mund të dalohet kullosa dhe sipas luleve që pret, vazhdon pjellshmërinë dhe vazhdon prodhimin e mjallit. Kjo ka një organizim të ndryshëm që do të thotë kjo studion mirë në rast se ka kullos, ban pjellshmëri shumë. Në rast se nuk ka kullos, ul pjellshmërinë, zvoglon numrin e ushtrisë. Që do të thotë, në bazë të ushqimit, ndërton ushtrinë. Arsyeja e qytetarit që kam një mik timin më thoshte, vetëm në rrogë dhe gruaja me rrogë, në zi i mbajmë një fëmijë. Se ka donari nga dhe që ka punë, jo si që thonë ata për Barsaleta se nuk ka kohë me pa televizore shkon. Ka donari nga që ka punë shumë të organizume, shumë punë të mëdhaja, ka i qikë ma shumë shpip, sepse i ka punësu. Po bëjnë në ka i shaka o ti. Okej, ba shumë bukur. Tafti, po a që të dhejmë dhe kërkon të njështë këtë ndryshë. Shumë bukur. Pra bjeta ka këto dhe prime thënë, si pas kullosës, pan pjetë shmërina e për të. Shumë bukur. Më të ratë e poshtë ka shumë gjelbërin këto. Ajo bleta që ke këtu poshtë, a kullot të afër apo kullot më e të malit? Ja, kullot afër. Kullot afër. Bleta shkon, kullosën bleta për ta sjell në ushqimin e vet, e sjell deri në 2 kilometra. Aja kullot deri 5-7 kilometra. Për vete. Po, për vete. Por, ashtu puna avioni që duke hecë duke konsumu. Po, e qartë. Pranaj të rrisë i shtektojnë tjepë. Pranaj i shtektojnë bete i qenë lartë. Po, me gjithë kullosën. Me gjithë kullosën me o qështë. Shtekimi kuptohet që shtekimi e ka shumë të qartë. E di shumë në perfekte bletën. Shtekimi ka probleme, ka dhe dështime sepse gjatë transportit mund të amtohet një bërtëresh dhe bërtëreshave. Aja bleta. Po, si dëmtohet? Po dëmtohet mund të vizit një kornizë, nga që nuk mund tjetë më në standartit. Dhe nga jo, vërtet më dërsha. Po. Edhe atë, po u vram retresha, s'ka më bletë. Bleta nuk ka, pra bërtëresha në koshere ruhet, si që ruhet, ma mirë se presidenti që ruhet nga kosha. Sa bukur, po pra ne jem retresha, jo? Po, pra, bletët që janë shumë të organizume. Ashtë një ushtri e tanë që e runë edhe, ha? Shida, bletët që janë shumë të organizume dhe shumë të fuqishme. Llogarit e po ta shohësh me kurioztet, ajo mbretëreshe nuk e lejojnë asnjëherë të shkojë të shkelin në anën ndrysore. Ku është korniza? Vetëm në pjesën e dyllës. Vetëm në pjesa e dyllës, sepse mos konsumohet, mos jetë e lodhshme. Shije. Dhe ndrohet tamam si mbretëreshe.
E jam duke e shiju Jo si shihni, si na urdhërin gratë shko apo jam duke e shiju këtë zbritjen për Ndomgjon, edhe në bisedën që mbien disa gjëra shkencore për mënyrën e organizimit të bletës. Pra ne kështu jeni kujtim ju bletar, ju jeni çuditshëm shumë ju. Ë? Me natyrën. Jeni rasën vete ju mo. Ha, kujdo. Tani për jashtë mua o Gjergj Marku, gjithë ata që merren në blet, është i përgjithshëm që të zhvillon nga vetë natyra. Ti është i gjanë mençme, sepse është akt vetë. Çdo ditë më shumë të kanë qenë në rrugë të dorë, rrugë që fillon të mendosh shumë, studion pra, jeni në universitet të veçantë aty. Çdo ditë është studim. Po, çdo ditë shumë. 300 Pra të banë njëri të përgatitur. Qartë. A që se merresh me to? Qartë. Erdhëm me Toninin nga Monella, nga Maja Monellës, prej atje. Po nga Maja Monellës, shumë larg atje, po prej këtu erdhëm këtu në Ndomgjon. Tazimin në fshat. Po, kjo është lagja Monellës. Lagja Monellës. Edhe tani ti ke një park tjetër këtu. Po. Sa parë që ke këtu, ke edhe me tjetër park? Unë kam 7 vene. 7 vene. Po këtu në Ndomgjon ke edhe i tjetër, ha? Kam 10 tjetër. Edhe i tjetër. Sa janë këtu? Ose mund të jenë rreth 30 copa. Okej. Për moment. Ndërkohë këto, Po këtu baj një park 50 copash, se kaq studioj kullosën që ka këtu rreth e përqek. Kullosa ku shkon? Deri atje sipër? Deri te ato majt e kodrave atje. Te majt e kodrave po. A që studion që kullot tjetër. Po është kullos ndryshe, si është Në lidhje? shëmata. Është Tu vjen për dimrim bleta. vjen për dimrim. Po kursa atje nuk dimron dot. Sa, edhe ul. Janë temperaturat e larta dhe ka problem. Si duket kjo për shembull tani, po ta shohim në punë, si është? Për momentin të thjesht pa punë kjo. Është Nga pa që e studion që nuk ka kullos me pakicë. Po ka kullos me pakicë, ha? E çfarë bën në këtë rast? Kjo është koha, mund si rregull deta punon deri në orën 10 të mëngjesit. Po. Se lulet sekretohen natën, edhe nga mëngjesi në vesën e mëngjesit fillon ardha e prurja e amiontit në lule. Shumë bukur. Pas orës 10, nga temperaturat e nxehta, mjati nuk funksionon më. Nuk funksionon. Okej. Bleta vetëm kollat e Tani park tjetër ku kemi? The një këtu, një tjetër ku ka? kam një zat gjuq, kam 2 të shtëpia. Okej, në Zat Xhuxh nuk do shkojmë dot, po ke shtëpia do t'i shohim. Po. Ke shtëpia janë më shumë? Sa ke ke? Më shumë. Ti shohim aty ke Po, shtëpia? absolutisht po. Se du me pa edhe shpinën e Toninit, se jam t'i shku për herë të parë. Shatë Toninit. Tonin, tani vim shatin tanë, Petoq, ha? Shkati Petoq, aty ku Tashi, ne pam letët atje majet. Edhe, pam edhe në Ndomgjon, ku është një park, edhe një park tjetër. Edhe park tjetër t'jemi këtu Petoq. Po, a fshati bukur, fshati juaj, ha? A qep shkati bukur, pa shumë i praktikisur. Mirë, i praktikisë, Tonin nga ra, andan atu. Të dami, aja është rruga për Shënqin. Po, për Shënqin, të parasysh, ndërkohë që shohim malet si po, që është zepa. Jo tjetra. A ke shkuar në zep, ke shkuar disa herë? Tjetër i shon në... Po i qoj atje Madonna, kam prap 2 bashim Madonna aty malit. Pra, Madonna tjetë si për parë. Po, sipër. Ke tendencën për t'i shumë më i malër I kam qu, prap i kam 2 aty. Ke 2, pra dhe 2 atje, u konë 2, 4, 2 atje 6. Edhe ke shtëpia, 2 janë ke shtëpia për një 2 tjetra këtu. 2 tjetra këtu. Ja, shikoja. Okej, ta marrë unë tani, se. Ata që vërte e shini dhe sa bukur që shini. Edhe i ke pikturë, mo, pikturë. A shikoj. Ja ku i ka, ja shini si i ka, pikturë i ka. Shini i madha. Pra, shumë bukur. Edhe një tjetër, po t'je një tjetër këtu. Edhe tjetër këtu në Petoq? Pa prap tjetër. Këtu në Petoq, e? Po, po. Zat Xhuxh, Klos. Zat Xhuxh në Klos. Imagjinoje sa ato. Po, edhe këtë që e fam, do të shko filloj ka ti se më pëlqeu shumë ajo famja atje. Ndërkohë këtu këtë rrugën ku shoka mirë që ka komode. Ti investu vetë, ki po vetë. Ti investu vetë. Po, privat. Dhe e dyta ti ke poshtë një model aty. Dhe kene me bë dhe investim tjetër që do të flasim aty pak. Po. Ajo është shtëpia kujt është? Na shfaq shtëpia ime. Kjo shtëpia ti na shfaqet që këtu ka shitje. Shitje mo e se çfarë veni jeton Tonin Gjoka. Po jeton me punë Tonin Gjoka. Tonin Gjoka është ikon, jo vetëm për fanin, por për gjithë mirë ditën. Po që kishe bilet aty, edhe ke disa bilete edhe afër shtëpisë. Këto janë bilet të reja që i paradisin për vitin tjetër. Që i pravi për vitin tjetër. Po. Gjithë këto parqe, a ka kush në Shqipëri kanë prekë, s'ka kush ka këtë? Jo, ka në Shqipëri, po në veri këtej jam ma më shumë bilet unë. Ma më shumë bilet, po.
Bravo. Kam mbi 500 koshere. Mbi 500 Nuk thot numri as 500 njerëz, Po 500 mirë, okej, babi. po mbi 500. Po, okej. A shumë interesant. Të lodh. Lodhe sekretit. Ditë jem punë, në punë, pa punë. Punën e kemi gjetë vetë, e kemi organizuar vetë. Pra, Po kjo t'ka në të këtë lloj qysh. sistemi, punën çdo person e gjen vetë. Të keni bën edhe i shtëpi pasi shumë bukur. E kanë bërë çuna. Shiko, tani për bletët nuk po flasim më sepse do me fol atje ke balkonit, më pëlqej shumë ai balkoni aty. Tani tutonin është vendi i manipulimit. Kjo është magazina e punimit të mjatit. Po që punon mjaft. Kur vjen mjati, këto e punon. E shoh i gjatë domethënë që ka shumë pasuri. Po nuk dyshlohet, Ashtu respekt. Ashtu respekt ai bletët, Absolutisht. sepse ajo punon gjithkohë. Ajo punon, edhe po se respektova e do të Respektosh respektoj. prodhimin, pra, ai Sepse është vetëm një gjë që është që vogël e sjell as lehtë madhe sa në fundit ti e mban familjen tënde të shneshtë në këtë vend që është bekimi i Zotit pikërisht u mbet këtë. Shumë e rëndësishme. Një lumë si ti sepse të bekosh edhe ti të bekosh. Vim këtu, do të nisë pasuri shohim këtu. do ata vjeti. Kjo është ajo e Këto e përputhimit. paketojnë në këto bidona, Po. ta të shtëpisë. Tu vjen mjani, kjo makineria do ta vëmë lëvizje pak më Na vonë. vem që ta shohim Po që ta shohim kur jetë kjo kështu. Okej, shumë Apo rregull. kemi me Nësa këto tani këto i ke për zgjohet që jetu bëhet të treja. Jo, këto janë ato që kanë ardhur e janë vel këto. A janë vjetë Po këto? këty janë vel mjani. Ku shkojnë këto tani? I fusë për bidona, ja ku janë bidona. Po. Pa dhe shikoj këtu, bidona. Hapur. Po, hapur janë gjithë. Gjithë hapur. vetëm sa ja kemi vënë. Ja formalisht ose do të rrinë të lirë, gjendë të lirë. Ja. Kjo është mjani. Ja, kjo është. Shishe, po prapë. Mos e filmo. I pasam su dhe I pasam su dhe grujet të ninit. Bravo, po punon bashkë me te. Bravo, që kanë një mrekulli, absolutisht. Një di shkëqyrë, Nuk përshpon. një di shkëqyrë. Edhe një gjatë tani, i goshti, me nafë, si mi që na i djatit, Ka është më me Edhe i gjatë tani. Nuk është mirë me përmend shifra, po kam qenë përmend shifra. Në gjithë të bletë që ke e pire. afro të ke 40 kintash. 40 kuintal mjani. I bën ky Në burri vit. në vit. Po. Që është Këtë vit një për shembull, vit. Po është një burri. E viti Po është me shumë punë. Ta dim se nuk është e lehtë. Jo, po them ne nuk e lejojmë kohën e pushimit. Unë u shkuna Ne sot, gjithë rreblet. unë u shkuna sot thjesht me shku me pa për shef munell u shkuna. A do të nësa ky shkon çdo 2-3 ditë më prej mund. E gjithë familja. Jo, çdo kohë, në stop ke leva. Këto janë në klus, këto janë në klus. Nga që kujtimi është letrit. Po. Këto janë në klus dhe këto i përdor për të rritë mërtëreshat. Sa bukur, shumë bukur. 3 blet, baj me këtë bletën. Me këtë, Po. me i blet. Po çfarë ka blet mrena ku? Jo, për momentin nuk ka se i kam marrë sesionin Mirë, këtë. gjithë tani se unë nuk e njoh gjithë këtë Po. procedurë, po shoh që ti punon Tre shkencërisht. Punon shkencërisht. Po këto Kjo është e shkencërisht ban. rëndësishme, ëh. I rrisë mërtëresha sipas dëshirës temit, se sa më të vajt jetë mërtëresha, më shumë ka prodhimit. Ma shumë ka vërtet. Sa më e vogël, më pak. Absolutisht jam shumë i kënaqur nga puna jote, ne kemi folur prej kohësh. Unë e kam provuar mjatin tan. Është mrekulli. Po mbi të gjitha e thash atje. Ti je në të vetmit që marr monellën në kam me qenje hyjnore siç është bleda që është absolutisht një qenje hyjnore, po aq sa njerëzit e. Do ta praktikojmë kur filloj të velim mjatin tash shumë Okej, përshtatje. okej. Suprinat. Kjo dhoma e izolimit, që mos ketë infeksion fare, ka shajt e bledhe. Është dhome veçantë kja që izolon nga parazit për shembull, që mos ketë korrizat e bledhe të jenë të pastër. Me baritoza, Jo kja nga Baritoza tenja. te. Tenja është armiku i tyre. Baritoza. Dhe kjo dhome e izolimit e veçantë, dhe s'mund të Edhe ishte. mu, a di çfarë më duket kjo? Do më thënë, sinqerisht, duke e parë ti tonin, më duket sikur sa futa mrena, më jep një aromë, më jep një kështu, Po, më duket si një vend Është, kurimi. jo, është vend i veçantë këtu. Po i vend kurimi. Që ka dhe kështu, do njeriu me armë u fut një Po. 5 minuta atu, deri shnosh. i Shumë e bukur. Uj qafa mali. Kjo ka shku me tu qaf mali. Ne do bëjmë ujë sepa. Një minut. Mirë dita, nuk ka asë një fabrikë ujë, nuk ka asë një patent ujë. Kur është e mushur me ujë gjithandej. Dhe ky burri këtu ka vite që po flasim faktikisht, dhe më ka thënë dhe unë du që ta shoh të shkruar atë që ju keni normal Zepa.
Zepa fan. sepse nuk ka ujë më të mirë se sa kjo zonë. Kështu. Por ne duhet jemi Uji që buron nga shkamizi që nuk ka lidhje me ujë delgjiror, për shembull nga shkami i parë. po. Ashtu uji me magnez më të lartin që është në zonat e Tani kur mendon që do ta kem rastin unë sa më shpejt mendoj. sa më shpejt. Pa vështirë se do i çik buxhet. Tani edhe gjë, unë e kam thënë shpesh herë dhe do t'ju bëj një apel edhe bizneseve. Të mirëditës janë, ndryshe nga puka. Pse më thonë? 5 fabrika ujë ka puka. Edhe kështu. Ne për fatin e keq sulmojmë njerëz. Jo, për fatin e keq ne meritoritimi çik më demela. Jo, me demela, sulmojmë njerëz e punës o vëlla. Sulmojmë, ai tjetër që shef Toninin duke hez gjithatë punë që u bën etj, pse Tonini? Ai kupton. Se duhet të jesh patjetër llafollog zyrash edhe aty në për kafet e qytetit, marrësh përgojë gjithë miletin dhe jo të punosh. Në fakt virtita nuk mbahet ndryshe, po edhe më kam thënë atje më atje. Nuk mbahet ndryshe përveç se përmes njerëzve të punës. Atëherë unë uroj që të vijë një ditë që të pim ujë. Themi sa më shpejt. Të pim ujin zepat mirëditës. Ju falenderoj, shumë falenderoj. Me mesën e të një, si ke emrin ti? Isabela. Izabel, eh? Po. Izabel. Shikoj Izabel. A të pëlqen ky Ozhaku këtu? Po. Kush e ka bën kjo? Qysh jam? Gjyshi jo? Po. Nuk jeton më, ha? Ja. Pa e ka bën bukur? Po. Po s'ka bën, ka bën e gabim? Ja. Po pse s'ka bën gabim? Se e në të mborg. Hyte në burg atë kohë, mos e po. Pra në kohë shi dhe kjo e di se çka ka qenë burgu. Babe, një fut pak tani. Po kjo këtu? Luja. Kjo lule edhe kjo lule. Sa bukur ka bën gjyshi? Bravo të qoftë. Tani më kërkoj që të futem në një dhomë. Në të dhomë tuk e shtëpia. Do të realisht më the mos më fillosh shumë nga shtëpia kështu, por kjo dhoma duhet fut. Edhe shikosh çdo njeri që bëhet është e pamundur mos ketë një gur themeli, mbi të cilën udhiqet dhe jeta e tij. Dhe me sa shoh ti ke pas babajna. Edhe këtë dhomë e ke lënë në shenjë kujtimit të tij. Kush ka qenë baba jot? Baba im ka qenë John Margjoka, i cili ka qenë mjeshtër, ka qenë grupdhënës në radhë më të mirët, dhe në sajt asaj që ka pas bërë, dhe për ushtimi që ka pas për të ndërtuar për të rritë vlerët familjes tonë, ne këtë dhomë e kemi lënë bashkë me djemtë e mi pa e cënon fare. Që ta kemi si në sensin e një monumenti kulturore që gjithë brezat e ashëm ta kujtojnë se gjysha tanë, njerëzit tanë kanë qenë njerëz të përkushtuar për ndërtuar jetën e familjes, jo do si do. Ai ka qenë një artist i mirëfill. I mirëfill ka qenë artist Nuk është thjesht, po, po ka qenë dhe futbollist që e njohin shumë pa Jo, i kësaj zonës, i kësaj zonës, që një në të zonën që ka qenë me Martin Gjoka, me këta futbollistë Edhe shi Jaguash. Edhe shi si duhet kjo, ky duket si një sherif Karagjytet. Qytet ka qenë krejt i fizikshëm, unë s'kam ngjashmëri, kam shumë pak. Shumë pak, shi si është, ja, shi. Ja, është edhe nana pas ka qenë urtake fare, ë? Urtake, po ka qenë që e mençur fort, shumë urtake, normal. Nësa ky duket king, shumë i hedhur, ka qenë tip i hedhur. Absolutisht. Po gjithashtu, pra, një artist, se ky duket që ka edhe shikun e artistit, shikun. Absolutisht. Ka përgjithëse ka bërë monumentin e Skënderbeut. Ja si te. Që këtë monument e ka bërë në kohën e diktaturës, që gabimi më i vogël që mund bashkë këta, përfundoshën në dënim, sepse ishte vetë sistemi i asaj kohe. Dhe ne ishim familje përshënduar. Po shi, ma tha Izabel, ma tha jo tha, nuk ka po si gabim gjyshi tha. S'ka po si gabim gjyshi se fuqin burg tha. Po goca vogël pra, 6 vjeçë. Po 6 vjeçë që e thot. Ishte shumë mrekulli, edhe unë kam vuna re Jean se thash edhe një herë, genia shumë i rëndësishëm kështu. Unë vuna re dhe mënyra se si ti e trajton bletën. Nuk e trajton bletën thjesht për t'i marrë prodhimin, domethënë më shumë me mjeshtri. Me mjeshtri edhe është gjë artistike. Vuna re mënyra si konfiguron, si ban gjitha ato, janë kaq të vëmur me sistematik me kështu, pra është ban art me bletën. Është shumë e rëndësishme kjo. E të falenderoj që më njohë. Edhe ju falenderoj shumë.
Bela, a të pëlqen me u marrë me këtë punë? Po. Po, a di me hesh ajo? Qa hesh tani ti aty? Ha? Qa po hesh tani? Ha? Dy. Dyllin? Dy losin që ka bon tisha. Dy losin e heshti tani, ha? Për me mënyrë që kjo të shkoje për me nxjerr mjaltin, apo? Po. Edhe je bashkë me nanën, me gjyshën, ha? Ana me babit vetë. Ha? Po pra, Edhe gjyshe e fotot të ma. gjyshi e ka lënë atje për te. Bravo, tani ti, a ke ma shefe punu me gjyshën a me gjyshin? Me të një gjysh, me të një gjysh. Me Toninin, pra, gjysh Toninin, apo me gjyshën Marie? Ha? Me nanën tema. Kush është nëna jote? Me këta ke shefe punu? Po. Si që nga kjo shive? Bravo, qo. Si janë shë kujdesër, shi. Si Në një stresë si. që ka kjo? Gjyshje se bërë. Që s'për lene u? Mbesa, është Izabeli, është duke mush mjaltë. Goca doktorit? Goca doktorit, e Marko. Po. Edhe ne kemi ardhur tani prej Munele, që shtëpia na ka prit Tonini, si Tonini bujar, si Tonini, por e rëndësishme është kjo se çfarë ndodh me bletën. Pra prej atje ku merret nektari, maja, ato Tonini. Mjalti? Pa merret prej atje, po bleta që merr prej atje. Punon bleta fort, edhe ti produkti vjen këtu. Edhe e rëndësishme është që do të na qeras me mjalt Nan. mesa e Toninit, Izabela. Izabela ka për të na qeras ne me mjalt. Unë jam këtë e bana kjo të mbyllë të tillë, këtu, pse e bana? Për të thënë një fakt, ka shumë rëndësi trashëgimia në gender. Do me thënë, po të marrim, patëm atje sipër Toninin, Tonini e ka trashëguar, dhe pastaj patëm Nipin, atje edhe Marku po ashtu që vazhdon të merret me dritën, edhe Edhe ke besa. Quni, Quni, po. dy djemë që e patëm djalin që e patëm atje sipër, po na animonte ne me atë me Tymusën, dhe Izabel që e nxorëm Izabel edhe tu pastrua te ku diun çaj thonë atë pjesa e parë para se të bëhen kornizën, edhe Izabel do na bash tani ti do na japish në një kështu mo me mjal. Po i ke po? Ha? Po hajde, okay, do me mushë edhe këtë. Po. Hajde, mushë edhe atë, tash. Mjal, shik mjal. Bekimi i Zotit, ha? Tonin? Është mrekullia. Aja vjen logja, si sa vjen logja, pa ja. Gjon. Si, është tamam bekim. Si çam janë jashtë mo. Si çam janë jashtë. Ju që e shiti tani këtu, ju që e shiti kështu, do të doni të ishin vend tim sot. Këtu. Dela. Bon. Mrekulli. Okej. Ashtë. I shkëlqyer, unë do ta provoj tani. Mjalt nga Monella jo në burë. Me durët e arta të Toninit, familjes ti, unë ju falenderoj me zemër Tonin. Edhe ju falenderit Edhe ju uroj shumë për mundin e sakrificit që dhatë për të bërë ekspoze biznesit, vetarisë në mjetit. Shumë falenderit. Edhe uroj që ta shijoni mjaltin që vjen nga Monella jo në burë. Monella një nga bjeshkët më të mira që ka Shqipëria. Dhe jo në Shqipëria, po edhe Ballkan. Edhe Ballkan. Ashtë mali me emër në Ballkan. Atëherë, okay, shihni në ndishje këtë speciale, do ta keni edhe në YouTube. Ju falenderoj të gjithë ju Tonin, të gjithë familjen tuaj që na u përkushtuat sot. Edhe ju. Edhe të gjithë ju që do ta pëlqeni natyrisht këtë speciale të bukur që bëjmë sot na fani me Tonin Gjatë. Faleminderit. Duke rënë poshtë nga Munella, jam ndaluar spontanisht në Domzhan, sepse më bëri përshtypje një mur i punuar me finesë, ishte art. Dhe më thonë që është një nga mjeshtit më të mirë të Gurit tu në Domzhan, se shquhet Domzhani për mur mbajtjet, për
ndërtimet, për kullat, gjithçka do janë vërtet mjeshtrat zot. Por më thanë që është një shumë interesant, dhe ishte ylli Leshaj. E takova yllin aty, më ka dhënë sqarime për murin, por mbi gjitha pasaj kur hyna brenda tek shtëpia. Dhe pash një mrekulli tjetër, një mrekulli që lidhet me bashkëshorten, e cila kishte bërë një kopsht, ishin gjithë arnajat të punuara, të mbjellur, sistemuara të tjerë, dhe donte me më tregu gjithçka, por pse u ndala pasaj, dhe është një nga gjërat më interesante që kam pa dhe që ka nevojë për t'u sjell tek farat. Farat e spesave, farat e domate, farat e trangut. Do me thënë, nënat tona, edhe në loget tona të hershme, çfarë kanë bërë, si kanë mbaj farat? Kanë krijuar konvejerin, do me thënë, çdo vit nga prodhimi, mbaj një pjesë për farë, pjesa më e shteshme për faren, dhe kalonte për mbjelljen e vitit tjetër. Ishin fara autoktone. Unë provova edhe domatën, edhe trangullin e tjerë, një mrekulli mbetje. Ndishnje se çfarë punet mrekullueshme bëhet pikërisht në atë oazë të gjelbër dhe në atë oazë me produkte bio të zonës së Domzhonit. Ndishe. A keni trashëguar këtë zanatin? Po, me breza. Çu brez, çu kur? Me breza shiu, dhe më thënë tash 500 vjet. 500 vjet vazhdon familja. Ka sta gjyshi jem, dhe më thënë ka pa bo edhe rrugë për sevap atje në Bisar. Dhe më thënë kepave si sot vish, dhe më thënë ato makinerit mund të bojnë. E i bënd atje për sevap, do të Për thotë. zotën- Po i të fjalë për sevap, ta kuptoni pak, ta kuptoni këtë. Për sevap, dhe më thënë veç për mirësi. Po, të hesin njerëz pa vështirësi. Po. Shif, imagjino. Dhe ti ke vazhduar si. Po. Shiko, ti dukesh tipi urt, solar, domethënë solar do të jetë që jep shumë për njerëzit e tjerë. Bravo qoftë. Më trego tani pak teknikën. Me gurin, se gurin vetë ke punu këtë. Këtë gur i kam thyë, dhe më thënë këto nga ky Proj. nga Proj ky, këtu, po. i ke marrë këtu. I kam zjerë, dhe më thënë, Po. edhe i kam pru, i kam lanë këto rrugë këtu, i kam gdhenë edhe i kam vonë. I ke gdhen të gjitha, shiko. Të gjitha me dorë. Ai nuk e përdor makineri prerse? Jo, qarë prese Këta me dorë. Shih, ja, shih si ka bon, ja, shih. I pasaj po me këto fugat të zeshme, shumë të bukur. Ja. Një murë që nga gëgjë i gjatë. Po kujtim, 36 metra i gjatë. 36 metra? Edhe një 8 metra do të Kujtim që pjesë ka rrugujtim. po tjetër ku ke... Ja kena bëndë i shpi këtu, Ku e ke bo shtëpi? Gur, jashtë. i shpi i guri këtu, Shtëpinë e kuja ke bo? i shpi a vlajt, dhe më E thënë. vllajtan? Po. A shkim ta shohim pak? Po, po si Hajde. njëre, ma thëjtë të Po do na fal të dini herë, se vetëm prunë këtu mundi. Ha? Ja, marrë në dorë se ti i pak kullon, por e di që ti je bujar i madh të duket kjo. Mos ma hiq kujtim, ma merr shumë. Këtu ke shtëpinë tonë, ha? Shtëpia vllajt. Ja shkim ke shtëpia vllajt se ka bë me mur gujë shtëpinë e vllajt këtu. Ylli edhe jam mbi emrin Ylli. Ylli Lash. Ylli Pjetër Leshi. Ky që ka Ylli ylli Pjetër sak. Ylli ndërtimor. Shi ja. Okej. E më thoni mu se nuk jeton në fshatët. Ylli ja të tregon, jetohet. Ylli e shi, jeton, shkollon fëmijët. I ka të punu dhe në Tiranë, vetë vazhdon këtu, shi. Te ke bo gjithë murë gurë. Po, dhe më thënë, e ka bo kryesisht vlajt që janë Gjermani. Po? E ka punu aj? Ai e ka Ai. punu këtë. Po pse, a punoni... Ne Janë punim të gjithë si gjithë. vajzët. Ne punim të gjithë. Ai vlajt, dhe më thënë, e ka punu këtë. Sa Edhe këto stime, edhe atë stime e bajnit aty. të bajnë lo? Dhe më thënë se Po i small. Te pas edhe motor kë shishi. nuk ka pa shku në Gjermani, po ashtë po bi, ashtë dhëndi e ka pas, dhe më thënë, shkodën e bajnit. Sa që dhe më thënë, a që në Prit, ha. ndodhët tani. Ja ku e ka, Bayern. A punon atje? Punën atje, është mi gji grue, fëmi stabilizuar. I ka, nërsa shtëpinë tani këtu, ai e ka, vjen sa herë vjen? Po, vjen tani, do të thonë djali e vajza e kanë ardhur, Po. edhe vjen rrini muj. Rrini Edhe muj. ka, do të thënë, ka shumë nostalgji për këtë vendin. Sa herë në telefon një shoh foto pemë shpia, ato pemë të që sipër, unë i kam Po i po gjitha. të sipër atë pemë më E shplot. ato muron atë gurte ato ne kena hek, e kena investuar atje. Bravo, se ky që kanë ana punë sa valla. Ja, shikoj, tu ka vu shqipojnë, pra shikoj se tu pam stemën e Bayernit. Ai gjë ka do të thënë informacisim ka thënë kur e po ashtu
atë të se ka shok, tha se tu më dali, i thash, këtë du, po, me dërë ka bo, tha, as në kompjuter, tha nuk bëhet ma mirë. Absolutisht jo. Me dërë tjere ka bo për zotën. Tu ka bo shqiponjën. Kjo këtu, okej. Nërkohë tani shof, një mirë, tu pas ka bo, edhe pra i gjatë bukur dhe këtu. Nuk ka bo një hark këtu. Po te, pse ka bo te kështu? Pisa bukur ka punu më E ka bo vish. Janë mjeshtër për sosur ta. Janë mjeshtër për sosur. Në qërë e ke bo tjetër komponimet? Nuk kam bo punime që tani punoj, dhe më thanë, punoj, kam dhe pak blet, ka dhe vite, mirë po merë me shumë punë, kam janë me letra që e punoj, për në punë pak ka, po kam punë, dhe më thanë kam punë bi 10 shpija që janë të më lutë me shumë një bo. Një bo shpia? Po s'pa fjallë sa është i mjeshtri për sosur. Që i jashtë zakon, ta shof mori. Sa standarde ka po. Po prapa, shi. Shiko, o ylli. Se mba Poseidona është përdor modeli i qosheve dikurshme. Po. Janë më të kodifikuar, do të thënë janë më përqjes tani. Po, janë ma tani. Po, e shoh. Por si do të qoftë, do më është vendosje atjerë, unë shoh që është modeli i kullave të moshme. Po. Kjo për shembull ka një ndryshim më gjerë, tash? Po. Kjo ka një mjeshtri të veçantë. Lidhja e qosheve kështu. Po. Tek kësaj forme është më fort se një kolon që është me beton edhe me formë. Si ky ka pas Se janë, po kam bënë me pas mjeshtër. Nga që e shikon këtu, kjo madhësi këtu nuk është këtej. Kjo tjetra ka madhësi në krah tjetër, pra që ka lidhje me këta. janë ka lidhje të veçanta. Dhe këto janë asnjë lloj tërmeti nuk e konta. Pra është punu teknikisht. Ka bëu ylli, ma. Që ka shkencëtar ky botë vjen vetë për punën e tij. E thatë urën me kube atje poshtë ati pacit, dhe më thënë, nuk pacin, ja s'ke prasysh. Po, e kanë bë këta. E kena bon, Jo të them unë kur e zbesi kena poshtë. bon me kube guri, dhe më thënë gjitet trali, 4 akse, a qitë me ngarkes, edhe s'ka rrit, dhe më Me thënë, murguri, ma të Po, guri për zotën. Pastaj 20 vjet që e kena bon. Ja, komplet shia, komplet gur. E dyta, shiko tash, ja them një gjë. Se vllajt e tij që e kam në Gjermani. Po. Edhe çat thot vllajt ty, thot me ba fotografi, ha? Po shka Edhe zotën, video, edhe çdo mëso. ditë, ashtu edhe Për shembull, për shembull se duhet po të perime kush i ka mbjell? do investoj. janë bujq papa. I ke mbjell ju? Po, shiqar domate. Shi, ja shi. Ta bëjmë do ta marrim domate. Okej, po i domodem ja marr. Shi, ja. Shi pak shi. Ej, zemërkau, shi. Ja, shi. Po flet merr këtu. Shi, ja. Shiqar domate prodhohet në shak. Ja, Unë shku aty ke poshtë, dhe më thënë, tonë me Pasta kontrola. fare. Do bëhet kuqe? Po, unë nuk jam të shku poshtë, unë du me u thanë njerëzve si shku këtu. Bashi pakon. Po të shpia poshtë, shpia jote. Ai ke blet nare që poshtë? Ky tani ka Vjen qef. për gjithë apo çkem ti. Ky ka qef, ja tani që s'kemi po me shku ke blet, do shkojmë bletuja sot. Po. Po dëgjoj tash. Ky ka qef mi po edhe ke shtëpia vet atje poshtë, ka shkoj, shtëpia shkoj. poshtë. Ta shoh pak atje, hajde. Shkim tani se njerëzit janë kaq bujar, s'kone di pse ata thirroj. Ka me na dhamë në gotraki në gjë. Edhe shiko tani. Ky kujdese për shtëpinë e vllajt që është në Gjermani, e pa vetë sa bukur është bëj ajo. Edhe shohim shtëpinë e këtij tani, se ka shef ta shohim. Shiko, punëtori ka shef mja pa punën. Apo. Ja. Si ka jemi gruja mo? Davide, Davide, ai si ka Davide këtu. ajo është një kokë, Ha? punën kokë, Kuko. kokë të kokë. Kopshti është për të marrë A eksperiment. tani më shku me po. Kopti, Ashtë muhabit. kopti Po. tu, Hajde. është kopti. Po prit, e ta shoj pas se pasim gjyë edhe gjyshën këtu. Po. Një minutë, ja kjo është shtëpia, që e ke bë vetë këtë. Po, kjo është e bërë qysh në 90-ën e kena, Qysh në edhe në 90-ën e kena, nisë kena bërë rekonstruksion. Po. Dhe më thënë e kena rrullu, Si, ka punë, prap. Ma përgatit pak gjyshën, rrëlloj nga rrobe pak e kështu. E të shoh vetëm pak do se sa bukur atë më pëlqej këtë okollja. Shi, ja, shi si e ka bën tonin. Me arra, me gjë. Jo, da shoh, si kopti që ato punon apo çfarë? Kopshti edhe punon është eksperimental. Ja. O David, na prit atje David. Na prit atje se kam shef me ato. A çi mushi marrë intervista? Ka zbrit. Aso. Ka zbrit, hajde. Është kujtim më madh. Si e ka bën. Edhe gjyqe, çfarë mos është gjyqe? Gjyshja 83 për 84. Mashallah, çe ke mirë. Ja bot si vjeshi këto Çe ke mirë. o gjeshborë. A je ma mirë to me qenë në qytet? Jo, ma mirë kam. Ma mirë to, ha? Mirë se... Mashallah. Sa fëmijë ke linë gati? Për pse na gjeta vite. E, edhe të fëmijë.
Ha? Rrit kam qenë. Po, bravo qoftë. Si punon nënësime, motë, ne 10.000 tonin. Bravo. Nënt kam unë. Edhe rritë të më fshatë, Po si jete? pasër unë mirë, mana. Gjella me shnetë. Kam qenë më e punellës. A kish punë e punellës? E se sa herë kam dalë Kur ke qenë kooperativë, ha? Veç zoti i di. Pra, prej asaj rrugë, kur ke qenë kooperativë, e qenë kooperativë, Po. qa punosh atë, qa shkote? A që e kim pa vëllë thesin e patateve, të që e kem magazina, e kim pa dzeka që. Për me mirë. Se mbillit patate atje, apo? Kanë qenë mbill E patate. pihin kini. E kim pa mjëll në gron. Në gron. Kim pa mjëll në theke. Gruna atje sipër. Po, në mundu. Ore, për e bonat komendin, t'ja u përsisë dhe herë atë komendin, t'ja u them prap. T'ja u them prap, nuk mund t'lihet, nuk mund t'lihet ky vend kështu i praktikshëm. Ja, na tregon edhe në logje jonë e mirë. Gjurë kim pa dalë e kërë barë. E kërsh në barin, me drapën të mosh në prehnin, e të shku të fototest e me mosh testin e me provë të shpeja. Artu, në gjoni ju të susët e reja. Se që kanë hesh nonat e kanë linë në fmi, kanë rritë fmi, të shnetshëm e tjerë më radhë, janë lodhë, janë ashtu, edhe jeton si sojnike sot. A je kënaqur me kalamajt, i pasë shumë mirë. Ka defti shnani. I pasë të marë. Ka defti shnani, i kam të marë të Ka kam. desh të ndërja. E kam racën të marë, ka në kam. E ke ratën të marë. Edhe atë dojnë që ka dele... Kjo e gruja. Po, si e më David? Përse erdhe? David ishte të punu ke kopshi, po unë e di. Edhe qëtë kohë, a kupton që është pushim drejt. Po pra, pushim Pra drejt. njëru punëtor nuk e njeh pushimin. Ora 1. Nuk e njeh pushimin. Edhe që është të punu. Po. Edhe tani ato që bëjnë punë të mira, më pëlqen se kanë shef që t'ja u shohin punë të njerëzit. Edhe unë kam shef t'i shoh punë që ke bërë. Hajde, mersi. A vazhdojmë? Hajde. Përse erdhe? Kudim. Gjyshe na lejo pak ne të shohim atje herë. Hajde. Tani shifi se ula për mes këtyre shkallëve. Si shkallë guri, si i ka bukur ky. Bashkë. Gjithçka është gur këtu, ja. Ja, ja. Ja, gur, si ka bo. Isha të punu aty, keni bojnë edhe në orë 12 minuta e kam mbaru punën. Pra 12, ku që të punë? Ishtu ku shpeja ime, kam bojnë 2 bojnë aty mrena, dhe në orë 12 minuta, ku shofurin, 12 minuta. Ka të kenë t'i shufin. Hajde tani Davida, me Ylli. Ti më trego mua. Hajde. O David, hajde më trego David, hajde pak. Jo, është për eksperiencë. Ja, si vjetë. Davida, hajde më trego. Thuj mu, David tani çka kemi. Sot kam po, kom di kushive. Jo, sa Për zotët telefon kam po. E modë. Kjo është domote ma bunë. Po, ma bunë, e kam burë arena që t'jem bërë. Sa bukur se janë edhe estetike, David paske dorë estetike, njësh? Hajde po të qëta. Ku ka këtu? Po. Hajde David, na pri David, na. Ku ka bamje këtu? Ha? Bamje. Hajde për hajde. Kjo është domate e trafikuar me ndërbreza. Prit, një minut. Hajde këtu se ka shumë rëndësi kjo. Ka shumë rëndësi kjo gjë. Domethënë shik, ku i jep. Domate e trafikuar ndërbreza. Që është kjo? Gjyshe tona. Si është e mundur që është përcjell fara, domethënë vazhdimisht. E ruajnë vazhdimisht, e marr domaten e kuqe, i hek farën e ruaj çdo vit. Çdo vit e përtrin. Shit domate, e marr, hek farat, ja thoj, e mjell në pranë verë. Edhe mjell pranë. Prap në verën tjetër. E ke bën në mënyrë sistematike tash sa vite? Qysh gjyshe, e kam gjetë djerës, e kam trashëguar vjet tash 30 vjet. Sa i djerës si taku me aty. Pra që asaj, pa imagjinoje nuk ka put cikli as ti ditë. Asnjëherë 30 vjet i bëna unë të punoj. Pra 30 vjet edhe shif çfarë domate ban tani. Na tim ti morëm ja 2 domate atje. Ata marrim edhe këtë domate? Jo 2, jo, duhet marrësh njërin, se duhet e marr sa më e moj un, po. Ja. Okej. 30 vite para. Para autotone. Tani këtu kemi lakën e barë. Këtu është lakë në barë. Ne kjo e rujt në ndërbreza. Edhe kjo është e rujtë në brejë, ashtë ajo lakë që kemi pas dikur? Lakë në venit se kena pas gjithë herë. Po, edhe e bën me... E lajën parë, e njëm prapë të parë. Po, dhe e bën me mishtri. Ma do me, ha? Po, Mërgulli. Po, absolutisht me këtë vishme, po, jo me e hongër. Ashtë e mirë, po, pa të domate pas e plot prapë dhe këtu. Tu prish. O kret, një qese me në marrë pak domate këtu. Shisi ka mojë. Qanë kush për jeri, kret. Tani për tu ke bu. Jo, i kam vull për zotën me rën i kam vull me mend të David, si ka mund si kështu. Ja, shisi. Kjo ka bo Ja nuk arrit tropë deri këtu në mojt i ka bo me kokë.
Kjo është pikturë. Kjo është pikturë. Pikturë nuk është thjesht një art, nuk është një kopsh, po është pikturë. Domethënë kjo këtu marr shembull. Davida këtu majet të Domzhonit, shi çfarë mrekullie ka. Nuk ka kështu si David, gjatë gulme. David, çan atje ke fasulë atje. Hajde shnesh trong. Po trong, pa prit të shohim se. Që lakna tu është bë me prek ju kanë. Pa po prit ata se du më pa të lakën, lakna jon. Si lakna autoktone. Lakna jon. Ja, shi si është kjo? Ja, okay. Ato trangu që më theti aty, ha? Ta lumë së dhe vjetë. Kjo është jem shmerën. Trangu veni? Po, veni. Këtë bio më burë, që që bio. A u vehet dhe pesticid? Po, kërflek kemik, më shar pesticid. A së vehet? Shko më burë. Fare, qa pleu për dorë? Vetëm organik. Le lobe, shqipje, he? A si gjo qitër, hajde shqipë. Pra dhe i herë, karota, panqari kush, edhe kumi misiri, që edhe me ne janë shumë të pranshëm ato, edhe kumi misiri janë trujt të asaj kohe. Brez mas brezi. Kjo është do me thënë e ka trashgu. O gjesh, unë të gjithë të hatamë. A më shi e ndrysh? Ashe, ka shi e ndrysh jogër. Kulli. Ja. Po këtë si i keru i fara ti, qa bëndi? Kur ta pre, për Krishtlindje, gjithë herë kullin si pres për Krishtlindje e la për parë. Matë meri. Po e la matë madhin për Krishtlindje, e pjek, farat ja dajtë të tana, i thaj, e një kam gjatin për në verë një. A të nda presish për Krishtlindje? Po për zërën, mërë se të vini. A pretë në i derë, a më nderë? Të për i shofim që ashka të kejmë. E kam 170 shme para nesër, do më të kujtat vllai nga që. Dorina, se mbash kështu mollatarët e tu? Pa di sa janë hek kështu. Janë tu hek Kjo unë s'kam se kështu. unë i kam angazhu me blet, janë një 500 blet. Një ekim tuke fasulit. Tash kjo është gjë me gjyktatë tani, ha? Sa të pishë Kjo është kjo? gjushtake. Po, unë këta hek e ruj krejt në këta, është para e me në kjo. A din kesh mi hesh një dy unë? Prej të hekim këta. Laknë e zezke. Po, bat heret kjo. Po, kjo pishet heret, tash e shkullëm këta ne mu shplet me lak në këto. E ne kam të ndimin e E lak. fasule për gjithë... Shikje cëp shito, më ban fasule për krejt vitin e lak në për krejt vitin, vetëm shikje cëp si shak kështa. Po, në pranë verë, Po atje, ku që ka? Atje ku a që në emja na je. Po i shërë që ke mjëllë atje? Ate kam jëlljanjë, kam roshin, e kam det roshin. Detë rushin atje, Roshin, det. Qa rushi ke aty? Amerikan. Rushi që shumë. Amerikan, kam E një bani roshin ato ven? tonë se kena pas që ku kam roshin e venit, se kam E bani ven, raki. raki. Ven, raki, okej, një mërgulli. Tani, Kjo është lakën e zezë. kjo është lakna zezë që ka bë këtu. Tani, hadi pak David, në të themi i fjallë. Sa mirë ka bërë. Marim sot një ditë punë të Davides. Ti, sot, thuju njerëzëma të kuptojnë ato demere që nuk punojnë fare. Që me thanë, Si e keni sot? të drejten, me ta thanë të drejten, në Shqipëri është bërë shumë demel në kimal. Po pra, Shumë, pra. jashtë zakon. tani këto i artikule jonë. Dakor? Shohëm unë, shyrë se të shohëm në Atë më ratje, thuj mu, bravo. shohëm në ratje unë, puna parë unë kam për të pjek kafe, kush e pen, në shpejteme. Po? A ne përfundoja, jo direkt kam për të I shohë, bën kam për gjyshe të si la, herë, po, e gjyshe rrugë, dhe, ha? pim kafe në shohëna. Ha? Ajo Aso, del, dhe ban nërësh një pula, nërësh një gjanë gjyshe, sa është e vjetër, kur së në filloj, lajmë shëj, nërësh bukë, zëmë shemull kush dojë me harë, Po? sa ti kraj punë të mrena, pa kërë punë të mrena nuk del kërkon. Po? Atëherë vi, ke theju, ke lëpa, ke pula, ke ara, ke kopshti, me ujta, shatë kemë me ba. Deri në orën 1. Deri në orën 1. Deri në orën 1 s'kam për të fut më mrena si minut. Pra, deri në orën 1 kjo punon tu. Deri në 1, pa u fut mrena si që djellë, si që shrisha të qitë. Ju gra që rrinim për kafe. Masa ne do Si të pak ndresh Davide. lopën unë për drek, do të futem mrena të ha drek, e fillon mos ditje prapë të O ju, hajde ndryqia. pak o ju, hajde. Qa me më që... Hajde, ti çeke nana punë se dyri. Ky do në. Oh! Ja, që të shpenu më, jo, na. Ky më thuj si burrat. A ke bënë edhe herë lak me David?
tash Për ditë për zot. Llafe, La punë, pa për punë. Ditë, si ditë nuk shkon pa Allah. Vetëm llafe punë. Okej, po ju shkoni sa fëmijë keni ju? 2 fëmijë. 2 fëmijë. Ato 2 çuna që mi tha. Inxhiniera. Shato kim Dashu. s'kim qeta. Tani po Ja, me uroj thënë Zotit. drejtën, me thënë drejtë nuk. Ngjota kallzoj pak punën e inxhinierëve si i kam së. Ha. Mbroftaj zot po të rana një gjë s'fjalë. Po. Atëherë kishëm në topën e berreve, se sot jam krejt e lirë. Ujën e mushna ke gjurra që poshtë, kur kam rretën që të 2 kalamaj. Kishna me dal 3 herë, 4 herë në Malt. Për dushka, për dllanja, për ç'a do të berri. Kishëm ardhur minreshe të kalamaj, fëmijët e mi se kanë filluar klasën e parë, deri që kanë marrë klasën e 8, një mësim kanë qenë përpara, ja u mësoj shumë. Jam mësues vetë. Ja u mësoj shumë. Çka ke marrë ti? Unë kam marrë gjimnaz. Kjo është motra ati më të lajshit ati. Si të marrë? Njoj se Mark në Tiranë. Suli. Maksuli. Je model marrë më. Që është martuar me vajzën e Dajsim. Lizana. Lizana. Shi si dole mish tani. Shive. Gjithë Lizana herë vajza e fëmijët e mi e Dajsim. kanë pas një mësim të mësuar. Çdo javë unë shkojshëm ke shkolla. Mu interesu i bësha punë të shihja me natë, i bësha punë shpejt e shpejt, çdo javë unë kisha mikë mësuesja. Me pyet, çfarë sjellje ka, çka ka mësu, çka ka lënë pa mësu. Deri në klasë 8. Klasë 8 e mbrapa, kemi marrë Markun, vantem, ju ka bë kurs matematike në anglisht. Po i kemi kalamajt na për këtos. I vogli ka dalë për i klasë 7. Edhe ku i çu? Na i shoh kush milot ke vëllezërit e këtij. Aha. Atë vite çdo funjavë, Vite Marku. vite marku e mi mësojt atë. Masa ne shku në Tiranë, në Okej. u mbyll shkolla. A i vogli të mesme ka bën Tiranë, të mesme dhe të lartën. Pa, tani, që them unë e përmend edhe para, domethënë që ka një Një nanë përkushtuar me mundet me mësu fëmin. Pa. Po janë nanat e së des mërse rrin telefone, Telefon fëmijë nato. kanë zero. Ti zbesoj si përdor telefon. Çfarë S'ke telefoni kohë. mor? Deri në darkë, s'për telefon. Deri në darkë përdor. Edhe shiko. 20 herë i bje telefoni jam në herë A tu marr me perimet po tu marr. Për shembull duhet telefoni që shiko, ban punë si të e ose kemi ti? telefon David. David, po, eksakt. Edhe shiko tash. Unë du të falenderoj shumë edhe Mark. Marku që është mësues talent në Tiranë. Mark Leshi. Çeke gjithë rast talentesh ju. Edhe lumsi ti Mark për motrën që ke këtu. Absolutisht është nësi që të takova. Faleminderit shumë. Dy bashkë. Faleminderit Një shumë për te. Shumë Një faleminderit. shtëpi e bekuar. Shumë faleminderit. Jeni të mirë pritur çdo kohë kur Të deni. funa të rrim pak. Tani do shkojmë në fut Betonin jon. Një derë që du ta... A ti do pa e me ban 20 kg të amel. 20 kg. Shta shabars, nuk e kam le të amel. Po, okay, mashallah. A një pjellë që të dhe. Ai theu i makuash më. Ka mu ekzekutu bile gjatë i ka shku. Kur do ekzekutor ky? Çe ai më ky? Çe. Uro, sa kila është ky? Shi. Ço. A është demel ky? A demel? Mall ky. Po çfarë përdor mishin e këtij? Për çfarë? Kesh një shkush. Kesh një shikush sa the kompleksi. Po jo, është pa bark, ka pa bark. Është pa bark, ha? Po, kënë kënë zerë dhe me thënë 6 kg, 10 kg. Jam. Të barë. Bravo. Ordi. Kjo pjesa i quhet pjesa e magazinimit, Po çu paga shumë magazinimi kjo. Se këtu ke pas një koshar. Ja. Pa për dorë me tani, si vazhdim. Me tha mishin, ha? Me ta mishin do të dritin e tani. Si kam vetë. Do të thotë dritin. Pas mos më kur. Edhe thahet shumë nuk hyn as i miz, aty që se Ja, vuaj ja, merr. shjo, shkret me rjetin, ta Po shef. bra, edhe thahet ndryshe, do thahet përmes oksigjenit. me po unë për bletën po. Te po shohim. Po që nga shumë S'ke pa vetëm ushmen. Çfarë dera, shish. Çdo ditë ka për të zish ky kazan. Çak. Që unë ku i lop na shat qit. Shive. Kjo bën derave. Kjo u bën derave, u bën ushqim bio. Bio s'bën, fjalë, çu ka Tani bio. me thënë drejtën, pasa dash Ku në hotra ato ti, David. Davide. Hotrat kuj pate, hotrat e shqip. Çfarë kena me fytyrë koshari? Cili koshare? Kam kosharin. Vetë ta shohim pak shpejt, ha. Prefi për ata shumë të kalon. Se do kisha ardhi ditë tjetër unë këtu. Shepe ta marr. Ah, kjo është ara. Tash e kam dritin e bardh për me hangër e gjyshin. Vetë ki e pa fytë Davidit. Pra dritin e bëni Kam vetë. punuar me bel vet. Çfarë? Kam punuar krejtar që kishin vetë bel.
Ja, edhe ajo fasulja që i ja, ngjitet për kështu. Kam shet ka marr 3 milion lekë. 3 milion lekë. Në thana. A ke bërë raki thana, çka ke bërë? Bona raki, jo, bona raki. E ke shit rakin 3 milion lekë. 150 kazana. A ke raki thana këtu? Ja, për zonë shef ne kam shet për atë. Po mirë, se më thonë ndan raki mu. Unë më thonë ndan një gotë raki që unë ta bëj urimin me raki thana. Raki kam me bëllek. Po raki thana. Okej, ma atë do ta bëj unë urimin tim në fond fare. Hajde të Sonë na bën fiku këna. Ha? Po, posh. Po si thotë është plë organik ças mat. Kam kujtim. Let me ple. Ata kam gjogu plenin e gjop si gjë se kam net nuk kom kulturë. Je mashallah. A je kënaqur me re? Po. Ale ju thëshë më hajde ndarë karrocën e mi kanë. Ne shik një gjyshën 83 vjeçë, shkove puna kjo. Ja. Shkon roje ujë. Ai ton rujt? Pse ujt? E shoke ara, ke cila ara? E kam që këtë dëpem. Pa munësh? Po, Me shat. Tanë jetën me shat në dorë di. E ne që tani që jemi me shkop me shat në dorë. Brava ço. Dal ga dal shko. Ona ka bën i prijë tani. Ta filmoj pak e qa mrekullie që ka kështu. Ja, shi. E ka bën dhe se tike. Që kanë punëtor të papa më karë. Ja. Pra ras mundellës, se ishim atje sipër në mundellë, edhe shikoni pra që do të jetosh ras mundellës. E të jetosh në mënyrë shnetshme, të rrisish familje, fëmijë, të shnetshëm, ti shkollosh, ti bësh edhe të vazhdosh të jetosh në këtë vend. Ja. Shi që mrekulli është. Urdhra. Për ta mbyll emisionin sot, disa herë kam bërë komente edhe këtu në studio, por mendova të bëj një koment atje, në bjeshkën e Domzhonit. Pse? Bjeshka e Domzhonit, që absorbon, pra mban, mira kokë, bakti, dele, lop e me radhë, kur isha atje nuk kishte qoftë edhe një vetme, që është një mrekulli, është një zonë e shkëlqyer, nga më të veçantat në Ballkan, dhe ku janë trajtuar bakti të shumta, po s'kishte asnjë, ishin vetëm 2 parçet e bledhës. Dhe kam menduar diçka me vete. Po çfarë më duhet mua? Shqipëria në vitin 2030 apo në 2050, kur braktisën malet e mia, bjeshtë e mia. E mora këtë emocion pikrisht aty dhe du që këtë koment të asjell pikrisht nga bjeshkët e mundellës në Ndishje. Tiva ujtë u ras mundellës, ati ku merë dhe kjo sipër. Edhe fshatarët e zonës su e marrin ujin prej këtu. Nga këto që atje. Edhe pak të bëjnë hunën se jam pisku pak nga bledha. Jo s'ke problem. Tani s'kam problem të tonini. Tash e shihni gjithë këtë arealin mundella. Ne erdhëm në për një rrugë të lodhshme nga Domzhoni këtu. Është sfilice, por kur vjen këtu, tu ja vlen gjithçka që ka ndodhur me ty duke shkuar këtë bri. Ajo që realisht unë duhet të them për Toninin që ka vënë këto. Këto janë njerëz praktik që i mbajnë malet. Malet vërtet mund të rrinë me veten e tyre, por malet nuk kanë kuptim pa njerëz, se kur nuk kanë pa njerëz. Jo vetëm Mirdita, por gjithë Shqipëria e përmet dhe kudo tjetër. Pra, njerëzit kanë jetuar në mes qendrave të banura dhe maleve i kanë shfrytzuar malet. Pra, malet nuk duhet të lihen jetim. Në fakt, edhe malet, jo fshatët që janë braktisë, por dhe malet kanë mbetur jetim. Dhe unë Toninin du ta përgëzoj për këtë gjë, sepse me 2 parçe bletesh atje dhe këtu, ka një komunikim interaktiv, po që i këshu, në mes të njeriut, të bletës, që ka simbolikën e përmenem gjatë rrugës, duke thënë vazhdimisht që bleta nuk mord, bleta vdes. Një farë mënyrë është një qenje hyjnore. To i japin jetë malit, se komunikojnë me malit. Atje marrin ushqimin e tyre, kullosën që na sjellin dhe ne e ham qetë atje ku jemi. Por ajo që më shqetëson fasada. Fasada e madhe që ka në këtë vend. Ka fasadë për 100 fshatra turistik. Paketa e maleve nuk mund të ketë kuptim pa infrastrukturë. Nuk ka vend në botë, nuk ka që ta leje këtë vend pa e shfrytzuar për mirë. Se mjafton
Po dhe nga ana kurative, mirë për të marrë Toninin, unë Toninin kur nuk e kam pa, Tonin më hajde pak më këtu, hajde, Po. se s'po bëjmë veri. Unë Toninin kur se kam pa smurë. Unë kështu gjithmonë shoh kujtim. Ti Tonin. Kështu të kam pa. Të shnetshëm, jo të shnetshëm. Pra ne është kjo. Në fundit malet tona ne i kemi edhe si qendra kurative. I kemi si spitale pa barna, se s'ka nevojë me përdor barna këtu. Tu mjafton të përdor natyrën, oksigjenin, gjithçka tjetër që t'jep prodhimi që jepet tu tjetër me radhë. Prandaj, vazhdoj ta them, nëse ne nuk do të merremi me malet, nëse nuk do të popullohen në kuptimin e mirëfillt të fjalës malet, me bletarin, me baktin dhe me gjithçka tjetër që prodhohet në këto vende, ne nuk do kemi më Shqipëri. Do jetë Shqipëria gradaqerave. Atëherë nuk ka kuptim, se nuk morën veç çati them, a është Dubai, a është Arabia Saudite, apo është New Yorku. Unë nuk e kuptoj fare çfarë du unë Shqipërinë evropiane. Çfarë du kur unë zbraz malet e mia. Zhdukem nga gjëra që mi ka dhënë Perënia dhe Zoti. Dhe që këtu të parë ta na kanë maj, na kanë rrit. Prandaj është një apel për këtu e bora, unë shfrytëzova rastin e Munellës, rastin e Toninit, e thashë e përgëzoj shumë Toninin absolutisht për faktin që Tonin ti dashje pa dashje e bën Munellën me jetë. Pra i ke dhënë jetë Munellës përmes vletëve tuaja, nuk janë thjesht sa koshere vletë që ke pruti, po i ke sjell jetë dhe ke bërë të populluar Munellën. Tu nga Munella me Tonin Gjogën, mikun tim nga fali.